Përshëndetje të nderuar teleshikues të Akrois TV. Jemi në emisionin Kuvend. Në fakt është një kuvend që vjen pas 20 vjetorit të Nexus.com, platformës së njohur tashmë për publikun e një pjesë të madhe të veriut të Shqipërisë. Edhe unë madje e kam vazhduar si për inerci, pikërisht skaletën e prezantimit atje tek salla e vendeve, ishte një aktivitet i shkëlqyer, absolutisht e meritonte Nexus.com t'i bëjë diçka e tillë, e meritonin gjithë ata specialistë të mirë, e meritonin klientët mbi të gjitha, sepse dihet klienti është mbret. Kështu që ka qenë një nga eventet më të bukura që platformat e internetit të tilla në Shqipëri mund të kenë realizuar, cilën ne dham edhe live dhe pastaj ja dedikuam emisionin e kaluar, ja dedikuam pikërisht këtij eventi për Nexus.com. Unë uroj që Nexus.com të rritet, abonentët gjenë gjën e duhur për të parë, për të shijuar, për të relaksuar, edhe pse jo, edhe për të kuvenduar, qoftë përmes emisionit të kuvend që kemi këtu, emisionit që ka Asja, flasim si fëmijët, programacionit që do vijen në zgjerim. Gjithashtu, gjatë këtij sezoni do ketë edhe një studio të re, por mbi gjitha do të ketë njerëz cilët do të gjejnë interesin e duhur për të komunikuar, për të shpalosur edhe problemet, po pse jo modelet. Unë flas them gjithmonë që modelet kanë rëndësi në zonën tonë. Po cila është tema për cilën ne do flasim? Është një temë që edhe rajonin tonë e prek shumë. Çdo rajon të Shqipërisë, po sidomos rajonin tonë. Dhe do flasim për reformën e re territoriale. Dihet që pas 2014-s tashmë ka trokitur reforma e re territoriale. Si do të jenë bashkitë, sa bashki do të jetë, si do të funksionojnë, e tjerë, është mirë që televizionet, çdo televizion, çdo media, i kushtohet, sepse publiku, po ta vëmë re, publiku ka filluar të flasë. Gjithandej, dikun me legjenda urbane, dikun me mendime ndryshme, dikun organizime, dikun çorganizime e tjerë me radhë, por sidomos po them që publiku i zonave tona ka filluar të flasë. Dhe është mirë që një emision në kuvend, dhe jo vetëm një, por të kemi një konvejer emisionesh në kuvend, që trajtojmë reformën territoriale, të nxisim mendimin e komuniteteve, por mbi gjitha të kemi mendimin e specialistëve të mirë. Unë kam ftuar dy persona sot që njëri vjen me një shpalosje që ka të bëjë me ndikimin që ka te publiku dhe çfarë bën publiku, pak a shumë flet në emrin e publikut në një mënyrë pak më ndryshe, dhe kam dhe një tjetër që ka qenë drejtues i hershëm në pushtetit vendor dhe e njeh, dhe pranë kam thirrur si specialist. Po prezantoj të parin Mark Ruçi. Mark Ruçi, mirë se erdhe në kuvend. Është kënaqësi, besoj tema reforma territoriale të pëlqen që ta diskutojmë, ha? Normalisht është temë e ditës në Shqipëri. Nuk është qështjet se reforma territoriale nuk është provuar edhe herë tjera, por reforma territoriale e bërë në 2015 pa konsensus politik, ka sjellë problemet të cilat janë pasqyruar në aksesin e ka reformën në raport me qytetarët. E flasim pak më... Vetëmisht, mendoj që është një gjë shumë pozitive se dy krahët e politikës janë nullë, kanë vendosur modalitetet e tyre në mënyrë të tillë që të kemi një reformë të efektshme në raport me qytetarët. E flasim pastaj më të shkokluar si tematik. Ndërkohë që duhet ju thoja teleshikuesve tanë që Marku ka një eksperiencë si drejtues i pushtetit vendor i bashkisë Rubik që nga viti 2003 deri në vitin 2011, janë shumë vite, më pastaj në qarkun e Lezhës dhe pastaj në bashkinë e Lezhës, ku ke qenë në atë që unë kam vure edhe në diskutimet që po bëhen në publik, por edhe nga komisioni e tjerë, qoftë edhe nga të hujt, është kjo çfarë do të jetë antropologjia e rajoneve që do vinë, e bashkive që do vinë, pra e mënyrës funksionalit pushtetit vendor, dhe që teksohet fort programim zhvillimi ku ti ke qenë, pra ne të kam thirrë, projekti, sepse njeh konvencionet dhe gjuhën e projektit mirë, pra ne të kam thirrë, pra absolutisht
jo thjesht si miktimin, por Markun e kam thirrë si një nga specialistët më të mirë në qarkun e Lezhës për njohjen e pushtetit vendor. Kështu që du ta ndiqnim Markun, ta ndjekim edhe unë do ta ndjek me këtë si këtu në studio. Besoj për një temë shumë të prekshme, shumë për gjithë komunitetet. Nga ana tjetër kam një avokat. Pse kam zgjedh avokatin? Është avokat Gjovalin Laska, nga Kurbini. Mirë se erdhe Gjovalin. Mirë brama, mirë se gjeta gjithë. Ana kënaqësi me kuvendu me avokat. Gjovalin Laska, Eltonin e ke kushëri, ha? Po. Okej, se Eltonin e kam pas, e kemi folë për temë tjera. Po sot nuk do flasim për punë avokatura, as punë ligjesh. Ja s'kemi punë me ligjesh. Okej, do flas. E di pse të kam thirrë Gjovalin. Po. Kam thirrë se ke qenë antar këshilli. Po, Pra ti je që merresh me ligjet, me avokaturën, por ke qenë antar këshilli në Kurbin. Po në Laç. Ashtu në Laç. Ashtu. Po ashtu ke drejtuar postën e Kurbinit për 3 vite. Po, në vërtet. Antari i këshillit përgjithshëm do të kontratët i keni pas zgjedhje tash ju. Do zgjedh Mark Lesh, ja. Unë jam Antari i këshillit përgjithshëm, dhomës kombëtare, ndërsa Mark Leshi është së bashku me Edison Hysin janë zgjedhur Marku kryetar dhe Edison Hysa është sekretari. Po, sekretar, po. Ashtu, keni përfunduar arsimin e lartë pranë Fakultetit Drejtësisë në Universitetin Luiz Gurakuqi në Shkodër dhe keni një mastër shkencor në drejtën publike në Universitetin Marin Barleti në Tiranë. Do pak a shumë është kjo. Po shiko, unë të kam thirrë për një gjë, ti ke bërë një koment që të kam bërë. Njerëzit të angazhuar merren me fenomene, me gjëra të mëdha. Dhe mua kjo më pëlqen, edhe në rrjetet sociale. Domethënë pse tani çfarë ka bën? Aty ku nuk ngjohet zani, për shembull nuk të ftojnë komisione, gjëra të tjera me rast. Njeriu ka një mundësi se rrjetet sociale pranë ka bën Mark Zuckerberg, pranë ka bën. Këtë mirë ka Facebook. Po këtë mirë ka Facebooku, Instagrami e tjera, të gjitha rrjetet, TikToku, gjitha kanë. Kështu që dhe ti ke bën një kum të tillë, ke bën një reagim, po që kum, kështu, për Kurbinin. Kurbini nuk është një vijim hard, është një realitet historik dhe juridik. Është shumë interesant, domethënë unë e pash me kujdes, sepse këto kanë rregullën Mirdit, kanë rregullën në vende të tjera, por sidomos edhe Kurbini dhe Mirdita, ka reagime. Madje ka dhe gjë që unë mase tani sprej këtu dhe pastaj vazhdojmë, tani sprej këtu që është një reagim i një gazetari që është nga Mirdita, por që punon në median qendrore në Tiranë dhe ka bërë një ftesë, dhe ajo që është shumë e rëndësishme, unë pash që komisioni e kishte parë këtë ftesën dhe e kanë diskutuar në një mbledhje. Emision. Nuk e di a ke ndjek ti atë? Ata ndjekim një herë bashkë para se të fillojmë? Mirë. Okej. Na e kalot, lutem Gledi. Banorët e krajinës Mirditës do ju drejtojnë juve dhe neve një thirrje që të bëjmë një dëgjesë publike me banorët zonës për çështjen e hartës territoriale. Dhe normal, komisioni jonë do i përgjigjet. Pra, ne s'mund të ngelemi në shablone. Do kemi kërkesa që vijnë nga komunitetet dhe krajina caktuara. Shiko, avokatin Fatjoni. Dhe Fatjoni paka shumë te kërkon domosdoshmë harta e territoriale thotë nuk duhet të jetë vetëm territoriale, por dhe historike, demografike dhe për këtë dytë nuk e kam fjalën në rrafshin e pasë parasysh popullsisë aktuale. Gaf që u bë me ndryshimin e fundit rreth një dekade më parë, por për ta ndërtuar një aftësi tërheqje të kundër demografike popullsinë, nga sa ka ndodhur vitet e fundit, pra rivitalizimin e zonave rurale dhe rikthimin tek rrënjët. Pothuajse jeni të njëjtën gjatësi vale, domethënë ku e morë këtë indicie? Thjesht se pave një hartë apo Jo, nuk ishte thjesht se po qarkullonin në internet një ndarje e re administrative. Domethënë ishte një hipotezë, mendojnë sepse ajo nuk është një hartë e cila dikush e ka të bënë një gjur një gur dhe hirën pasaj. E kanë nxjerrë dhe e shikojun, mendova thosh. E të bani përshtypje. Çfarë kjo? Dhe shikosha që Kurbini e ndashin përgjys. Po. Mirdita hikte nga një anë tjetër, Lesha nga një anë tjetër. Çfarë po bën kështu vëlla? Se tani dakor, Kurbini si Kurbin ka qenë shumë më shumë se sa sot. Pa i hyjë kësaj pjese, ka shku ti pre deg, sa një anë tjetër, por këtu cënoshin pikërisht bërthamën e Kurbinit. E qenit Kurbin. Qenit Kurbin. Tu ndate, s'kishte më Kurbin. Bërthama historike. Bërthama historike, historinë nuk e si e shban. Kurbini ka historinë e vetë. Ashtu si ka historinë e vetë Mirdita, ka Lezha, kanë gjitha qytetet, kanë historinë e vetë, krajinat e veta, kanë historinë e vetë, mënyrën se si kanë funksionu,
mënyrën si kanë lidh kryshqit, mënyrën si kanë trajtu jetesën. Nuk mund në shbesh, për mi laps aty, ja e truni një parti ose disa partive dhe o burra e fshihet gjithçka. Historia nuk fshihet. Ti mendon që rajoni Kurbini dhe rajoni duhet ndërtohen mbi histori apo ndërtohen mbi realitete Ato duhet ndërtohen funksionale, si e mendon? mbi realitete funksionale, por duke mos ju largu historisë. Po. E para herë se s'ban du dëgjohet populli për të bën një ndërhyrje në krahin, Po, në territor, po. du të pyeten. Dhe dikur kanë qenë pyet, edhe kur janë bashku për shembull në ato kohë kur janë bashku Bajrak e Mirditës janë pyet kryeplesnia, fshatarësia dhe pastaj kanë vendosur o mu bashku ose mos mu bashku. Dhe në bashkimi dhe ndarje duhet mu pyet qytetarët. Nuk ke si bati shkoke në Tiranë dhe i bjeke me laps aty o burra, largojmë Tiranën, bjem në Durrësin, heqim Shkodrën, bjem Kurbinin, nuk Pra, ti thu Nuk që nuk funksionon. mund bëhet në mënyrë mekanike. mënyrë mekanike nuk ka shans më. Edhe ti thu që duhet të ruajt kjo sepse kështu thu pak a shumë. Duhet të rrit historia. Do sepse thu kur flitet për Kurbin nuk kemi të bëjmë me një produkt rastishëm administrativ. Kemi të bëjmë me një territor me vazhdimsi historike, identitet konsoliduar dhe ekzistencë juridike të njohur ndër shekuj. Ndër shekuj. Ka pas dogan çast. Dikur ka funksionu Kurbini sigur në kohën e Skënderbeut. Kurbini ka pas dogana. Kurbini ka pas treg. Është Miloti njihet qysh me shekuj. Hershëm, po. Si ti sot e merrke Milotin, ja hiqke Milotin Kurbinit ose Laçin e i bashkoke një i treve tjetër, si e ba? Na çoke në klas? Po, e qartë. Shiko, nuk është një qëndrim zyrtar, Jo. gjithsesi ne do i rrim kësaj ide, do rrim në bisedë edhe me ty edhe në i gjatë do të bëjnë në rrugë dhe unë, po dhe Marku gjithashtu, por nuk është një qëndrim zyrtar, po them prap. Ndërkohë që do doja mendimin e Markut. Mark, si e mendon që ka fillu dhe paktën nga sa ke dëgjuar, nga sa ke lexuar, si e mendon reformën e re territoriale? Çfarë po ndodh? Si ka fillu, domethënë, si ka fillu kjo, po them pema, bima, ta qymë si dushi, po për një pemë e madhe, domethënë, që konsolidon shtetin shqiptar, sepse shteti shqiptar nuk mund të konsolidohet thjesht nga qeveria një, po janë pikërisht këto, si historikisht ka qenë, që vazhdojnë me fshatrat, me plesh, me kryeplesh, dhe ndërtohet në mënyrë tillë, nuk ndërtohet kështu nga piramida. Si e mendon ti? Do të jetë. Është si konstatimi i kolegut, si ju është shumë i qartë. Unë shoh dy përqasje në këtë reformë. Përqasja e parë ka të bëjë me atë që politika më në fund ullët dhe ka pranuar konsensus në zgjidhjen e reformës territoriale. Por kjo nuk mjafton, sepse është domosdoshmëri ndëgjimi i zërit të njerëzve komuniteteve. Komunitetet deri më sot, paktën në to 34 vite, në sa herë ka ndryshuar është për reformën territoriale, ndëgjimi i tyre ka qenë i sipërfaqshëm ose edhe nëse është ndëgjuar, nuk janë zbatuar ato që komunitetet prodhojnë për sa i përket reformës territoriale. Faktikisht ka një nën kushtetutë që komunitetet në rastin e ndryshimeve të reformës territoriale duhet të bën referendume. Referendume është shkalla më lartë dhe më përsosur e vendimarrjes lokale për sa i përket pozicionit administrativ të secilit komunitet. Dhe në këtë mënyrë gjithë kjo problematikë që njerëzit e ngrenë nga shqetësimi sepse fundit në 35 vite, pas viteve 90 kujtuan se ne do kthehemi në ato realitetet historike të cilat foli edhe Gjovani për Kurbinin, por përmirëtitë janë më të pranishme, paktën në pikpamjen historike. Dhe në këtë kontekst komunitetet kërkojnë që nëpërmjet Komisionit të Reformës Territoriale të dëgjohet zëri i tyre. Nuk është ne problemi i madh se njerëzit duhet dëgjuar. Problemi është ke vetë komunitetet. Komunitetet nuk mund të kenë organizime spontane për të shkuar tek një komision reformës territoriale, sepse unë mendoj që këto nuk mund zgjidhen kështu me populizëm,
por zgjidhen me ekspertizë. Komuniteti duhet të kenë ekspertizë dhe duhur dhe të kenë materiale të cilët të bindin përbërjen e Komisionit të Reformës Territoriale, të bindin politikën se kjo rrugë, kthimi në kufizë historik është rruga më e efektshme. Por kjo do analizë të kosto të profitimeve. Ne nuk kemi bërë kurrë analizë të tillë që në qovë se Mirdita të shkojmë në pozicionin e saj historik, cilët janë profitimet nga kjo, apo cilët janë kostot nga kjo realitet i ri që kërkojnë njerëzit. Kështu që në këtë kontekst u mendoj që to s'mund bëhen me zgjidhje kështu të njëanshme, apo thjesht ka njerëz që duan të përfitojnë politikisht, por kjo bëhet me komision e ekspertës. Unë mendoj që në këtë radhë, duke pa defekte që ka ndodhur politika tash 35 vite në qeverisje, sidomos qeverisë qendrore por dhe lokale. Unë mendoj që këtë politika duhet të hesh më shumë dhe duhet të dëgjohet zëri specialistë dhe komunitetet. Sidomos si ekspertë në Shqipëri ka mjaft ekspert, pa dhe organizata shoqërisë civile, cilët kanë ekspertizë të shkëlqyer dhe eksperiencë të shkëlqyer në drejtim të asaj që si mund bëhet një reformë territoriale që të jetë e efektshme në raport me qytetarët, sepse kjo reforma 2015 e njëanshme solli një gjë që largoi pushtetin vendor, sidomos nga pjesët periferike dhe rurale, që është një defekt serioz dhe e zhvesh këtë pjesë nga trendi i zhvillimit që mund të jetë turizmi apo tjerat, dhe fakti që popullsitë e zonës rurale po zhvendosën drejt qendrës së Shqipërisë, tregon që ne ka një shpopullim masiv i cili natyrisht me këto reforma të cunguara do vazhdojë edhe në tashme. Dhe këtë bank tivet tona për histori natyrisht që fillon e bien poshtë sepse nuk do ketë njerëz atje dhe natyrisht problematika do të mbetën gjithmonë problematika për sa përket atyre. Pra ne jam për qasjen e asaj që ekspertizë dhe ndryqimi i zërit komuniteteve. Okej, do të flasim pastaj edhe konkretisht që t'i shohim të gjitha planet to, por do të shohim diçka domosdoshmë se si ka nis ky komision. Sepse ka shumë rëndësi mënyra se si e orienton komisioni publikun. Domethënë komisioni, besoj unë, një komision i mirë, dy palçë, shumë palçë, ta quajmë kështu, qoftë politikë me vullnete politike, ai orienton edhe politikën, se në këtë rast kemi të bëjmë me kryetar është Arbër Mazniku dhe Luciano Boqe, dy njohës të mirë bashkëkryetar, janë njohës të mirë të kësaj fushë, por rëndësi ka vetë komisioni çfarë orientimi i jep. Pra ai e çon deri tek qytetari më i thjeshtë. Atëherë shohim, kam darë 3 materiale dhe ne ndjekim materialin e parë, pikërisht ku flitet për nevoja, pse ishte nevoja për reformën e re. Ta ndjekim pak dhe kthehemi sërish në studio. Siç ndodhi sot që u hap grup kapitulli i fundit, një ndër to është një kapitull që u hap sot shumë i rëndësishëm, është kapitulli i kohezionit social dhe fondeve strukturore, që është një ndër programet më të rëndësishme të Bashkimit Evropian në raport me mbështetjen e zhvillimit territorial. Ne na duhet që të kemi bashki të afta që të funksionojnë në një nivel të qëndësishëm në raport me Bashkimin Evropian. Kjo do të thotë që në krye të pak viteve, kur Shqipëria të jetë antar i Bashkimit Evropian, na duhet bashkitë të cilat kanë kapacitetet për të konceptuar, shkruar, aplikuar, përfituar nga Bashkimi Evropian, por dhe zbatuar në standarde europiane të një seri projektesh të rëndësishme për territorin e tyre. Që do thotë duhet që ato të kenë njerëzit e dur, kapacitetin e dur, strukturat e dura. Një pjesë jo e vogël e bashkive tona sot është vërteta nuk ja dalin dot që të kenë stafet që duhet kenë, të kenë arkitekt që duhet kenë, të kenë inxhinier që duhet kenë, të kenë punonjës social që duhet kenë, të kenë juristët apo financierët që duhet kenë, si lloje ndryshimeve territoriale qofshin këto të demografike. Ndaj dhe ne më shumë se sa ndryshim të një hartje territoriale, kemi nevojë që të vlerësojmë kompetencat që bashkitë kanë dhe të shohim një mënyrë më të mirë për përputhjen midis kompetencave, financave dhe burimit njerëzor. Shiko, Gjovalin,
Se Markur pastaj do leqet futet në këto teknikalitetet, se është me shumë rëndësi për të ashtu, dhe si një ekspert shumë i mirë i kësaj gjëje. Por di çfarë bëre ajo? Por që Arbër Mazniku është më i përqendruar, po ta vëmë re tek gjërat që kanë të bëjnë me atë që quhet funksionalitet, domethënë. Edhe anën rendimentative, domethënë çfarë jep, cilin rendiment do t'japi, çfarë do japi, domethënë. Ka një ekspertizë me çfarë shohun, ka një ekspertizë në mënyrë se si ka funksionuar reforma deri tani, por ama për të mësuar nga ajo që gjërat që nuk kanë hes mirë dhe për të thënë realitetin e madh se këto gjëra duhen bërë. Nga ana tjetër, Lucianon, pak në sa ndoshta ndërën e parë, por unë kam ndjek edhe në një bisedë më të zgjeruar, i rrin edhe anës asaj që keni kumtuar ju. Atëherë, si e shefti? Atëherë, para shumë, Mazniku thotë që ne do të jemi duke shku drejt Bashkimit Evropian, pretendojmë për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian dhe për sa kohë pretendojmë për shku atje, ne do të ju përshtatemi atyne. Ajo që duhet të theksojmë është sepse Italia është pjesë e Bashkimit Evropian. Italia ka 7.900 komuna. Ndër këto 7.900 komuna, do të theksoj ka komuna me 30 dhe 40 banorë. Një komunë? Një komunë, ka 30, ka në ma pak, 19 banorë. Dhe qutë komunë, ka stemen e vetë, ka gjitha funksionet, ka komunën e vetë, ka gjitha. Dhe një pëtep një shemull edhe për kurizitet, që ta verifikojnë, që kanë për të thonë, që a tha kjo, thana i budalik. Jo, dhe ja, është e vërtet. Mortone, quhet një fshat në Lombardi, një komunë e cila ka 30-40 banorë. Ka dhe në Alpet e Italisë me shumë pak banorë, që janë komuna. Gjithashtu, ka dhe komuna tjera me pak kilometra katrore. Është komunë. Ashtu që ka dhe komunën e Romës, që mbi 2.8 milion banorë. Ose Milano, ka edhe kështu. Metropoli. Por që kanë një mënyrë funksionimi shumë të mirë, sepse ato e kanë ndërtu thelbin e gjës në identitetin e historisë. Jo vetëm. Jo vetëm. Sepse komuniteti nuk ka një histori. Jo vetëm. Ky është pak. Edhe histori, por ato kanë edhe një funksion tjetër, janë edhe këto komunat e funksionimi i komunave të bashkume. Por t'i shpërndasi kur e bon në vitin 2015, bon këtë ndarjen administrative këto, 2015, në lanë një bjefjala, një Shkodër ose një Mirdit me gjitha ato kilometra katrore, por si lanë asi gjanë edhe pyjet edhe mineralit ja moren, edhe pyjet ja prejnë, edhe njerëzit tani po largohen çdo ditë. Pronë federale. Ja lanë kot. As nuk kanë dhënë akses për... Asi gjë. Ndërkohë që ato kanë kriju komuna në Gjirokastër, që do komuna Fini, që qa komuna që tani këthon, nuk po mbajnë as vetën. Më falë, kush i bashkoj këto? Kush i ndau këto? Ta i ndau, ta i bashkuan. Mirë, pra, kjo është, okej, pra se ti njën tonë thu që këte, okej, në Itali, shumë, po mbajnë vetën, a mbajnë vetën? Jo, kam fjallën që këta du të bëjnë një ndarje funksionale në bazë të historisë ati vendi. Po, e qartë, pra, se këte diskutume, atë që këtë diskutume. Por dhe administrimit, kjo kuptohet. Edhe këte do kërkujnë edhe komunitetet, ku do që të shkojnë në banë digjesa, është sigur kjo. Por ama, gjë tjepër që dështë ta flasë me Markun pak tani, sepse realisht ne kur kemi qenë marrë një herë maj me Aprodelin, me to planet strategjike, marrë komunitare e tjerë, dhe solli shemën atëherë ambasadori dhe i Spanjës, por që solli shemën një fshati atje, një veni që ishin 168 banorë. 168 banorë. Ama, sa kishte bugjetin marrë? 2 milion euro. 2 milion euro. Pra, ka ishte banorë, po ishte 2 milion euro. Pra, kjo është të gjëja kështu. Atëherë marrë, okej, ti që thot Mazniku,
kanë burime njerëzore, kanë shkruas projektesh, kanë gjitha me radhë. Se realiteti a flet për mirë në disa zona nga nde, edhe në zonat, sidomos zonat që janë, se metropoli ka burime njerëzore, Lezhë vetë ka burime njerëzore, Shkodra ka, e megjithatë edhe Shkodra shpesh herë ka marrë në Tiranë, etj me radhë. Ti si e mendon të shprehjet të Mazdikut? Shiko, për qasja Mazdikut për sa i përket reformës së re territoriale, shkon me një linjë që përderisa Shqipëria shkon drejt Bashkimit Evropian dhe ka hap pikë drejt Bashkimit Evropian, edhe bashkitë do të jenë në këtë linjë. Por harron të thotë një gjë, që modeli deri sotëm nuk është një model i cili i ka përgatit bashkitë për të qenë të gatshëm për të përfituar nga antarësimi në Bashkimin Evropian. Problemi është që ky Komision i Reformës Territoriale dhe politika në përgjithësi, në raport me komunitetet, në bashkëpunim me komunitetet e shoqërisë civile, do të zgjidhë gjë, modelin. Ne kemi, nuk është problem reforme territoriale që është problem numrash, është problem modelesh. Cili është modeli më përshtatshëm që shkon në interes banor. Këtë model akoma nuk e kemi zgjidhur. Ky është një model dhe Shqipëria futet në krahasim me vendet e Bashkimit Evropian tek vendet të cilat janë cilësisht të varur nga ekzekutivi. Dhe fakti është që e meta më e madhe e kësaj reforme është ajo që është cënuar rënd decentralizimi i pushtetit vendor. Nga këtu fillon çështja e reformës territoriale. Decentralizimi i pushtetit vendor dhe mënyra se si kompetencat apo funksionet do të shkojnë tek bashkitë apo rajonet. Unë për shembull, po të pyete njëri mua, do të thoshëm që modeli i qeverisë vendore, i cili është i tillë sot, nuk është efikas për shkak të mungesës së kompetencës që kanë qarqet. Ne kemi duhet qarqet, por s'kan kompetenca që për sa i përket zhvillimit rajonal të tyre. Unë kam punuar në qark dhe e di çka kompetencë ka pas qarku. Sot i ka dhe më të cënuara se dje. Centralizimi është problemi kryesor në aktivitetin e pushtetit vendor. Pra ne thuhet që janë rudimentet panevojshme? Shiko, kjo është gjithmonë kur nuk jep kompetenca dalin të panevojshme. Por në të vërtetë problematikat që kanë në zonat rurale të zonë, problematikat që kanë vetë komunitetet lokale në drejtim të mbledhjes me të rinjt, planifikimit urban, drejtim të arsimit profesional, drejtim të edukimit, janë probleme të cilat e kalojnë hapësirat e bashkive. Rredimisht të futen lojë rajonet. Më thunë një vend Bashkimit Evropian, i cili nuk ka rajone të cilat kanë ligje, se nëpërmjet rajoneve krijohen dhe agjencitë e zhvillimit rajonal, për të cilën zoti Mazdiku nuk foli. Agjencitë e zhvillimit rajonal janë qelsi dhe kyçi i çdo rajoni në zhvillim, sepse ato ndërhyjnë nëpërmjet fondet e Bashkimit Evropian që janë fondet e kohezionit. Fondet e kohezionit të Bashkimit Evropian janë fondet të cilat përdoren për të balancuar pabarazit në zhvillim në terren. E qartë. Dhe rrjedhimisht. Po, marr pak më konkret. A aplikon në këto agjenci sot aplikojnë bashkitë? Në projekte nuk kanë, bashkitë aplikojnë vetëm tek fondet IPA. IPA, po. Në fondet e kohezionit të Bashkimit Evropian janë rajonet të cilat duhet të aplikojnë. Duhet të aplikojnë rajonet. Rajonet. Pra ne është shumë rëndësishme çështja e zhvillimit rajonal. Ne nuk e di në Shqipëri sot, a kemi as kemi një strategji zhvillimit rajonal. Që u bën një herë para disa vitesh, Mark. Është hedh ideja. Jo, është bën kapituj e gjitha kështu, unë e kam lexuar me kujdes atë. Ka qenë një program vërtet i mirë, një platformë vërtet e mirë, që në atë kohë, po ajo afro Bashkimit Evropian, jo sot. E kanë punuar ekspert shumë të mirë me ti ke punuar me to atë, po i kujtoj. Unë mendoj që problemi kryesor i Komisionit të Reformës Territoriale është problemi i përzgjedhjes modelit. Do kemi model për bashkitë, do rritë si kur janë sot, do zvoglohen, se problemi shtërohen, politika shtërë probleme në numrit. PSE-ja thot, du të kenë 36 bashki që jep modelet e rrethëve. Ndërsa opozita thot, do të jenë 94 bashki me synim me idenë që du të zi zhvillimi dhe në zonat periferike dhe rurale.
Pra shtohet tek numri. Do me thënë, Para se me shku tek numri, du të shkojmë ke modeli. mirë, okay, atëherë me qenë se e tham këtë, e nxorë të para se sa shoh, le ta ndjekim pikërisht për këtë se sa do të jetë numri dhe pastaj ne po shqesim vallë pak. Shohim thojza Po, pas, pastaj sa bashki do të jenë në gjithë vendin, si do të jenë dhe pastaj do flasim për krahinat tona domethënë. Okej. Po herë flasim përgjithshëm. Atëherë ndjekim atë që thot prap Masniku aty në një intervistë që është bërë nga një gazetar. Dgjoj, unë besoj që nuk është qëllimi vetvete të merremi me hartën. Nuk kuptoj që njerëzit e kanë më kollaj të kuptojnë të mendojnë për numrat, themi më pak bashki, më shumë bashki. Unë mendoj që duhet ta fillojmë ushtrimin nga kompetencat. Pra ne do të themi si do bëhet menaxhimi i ujit dhe si bëhet më mirë. Si bëhet menaxhimi i territorit dhe si bëhet më mirë. Si do bëhet menaxhimi i mbetjeve dhe si bëhet më mirë. Si bëhet ofrimi i shërbimit çert dhe kopshteve dhe si duhet bëhet më mirë. Si bëhet pastrimi i qytetit dhe si duhet bëhet më mirë. Të merremi me secilin prej kompetencave dhe të kuptojmë qartë a ja dalin bashkitë sot ta ushtrojmë këtë kompetencë, a kanë mjaftueshëm financa, a kanë mjaftueshëm njerëz, apo duhet të krijojmë një sistem të ri që ky shërbim të ofrohet në mënyrë më të mirë të mundshme. Pastaj ushtrimi i territorit është një nën-produkt i cili del në mënyrë të logjikshme si pjesë e kësaj analize. Dhe e rëndësishme është që ne të fillojmë të bëjmë një diskutim publik, duke dalë në sparring territor, duke shkuar në çdo bashki, duke bërë një bisedë sinqert me gjithë njerëzit për të siguruar që kompetencat që bashkitë sot kanë, po ushtrohen siç duhet dhe që bashkitë i kanë mjetet e duhura për t'i ofruar këto kompetenca. Po, si do i bëni këto dëgjesa? Do i bëni së bashku me antarët e tjerë të opozitës? Opozita, për shembull, më herët ka thënë që është pro numrit më të lartë të bashkive. Sërish, nëse fillojmë dhe futemi në diskutim me paramendime më shumë apo më pak, atëherë mund të ngecim një diskutim pa fol për shqetësimin e hallet e qytetarëve. Unë besoj që qytetarët e çdo bashkie nuk kanë një shqetësim thelbësor me duan më shumë apo më pak bashki. Secili njeri në territorin e Shqipërisë, ai do që ke lagja vet, t'i pastrohen më mirë mbetjet, t'i ofrohet një shërbim më i mirë çert dhe kopshte, t'i vi uji në mënyrë më të qëndësishme, t'i riparohen rrugët apo t'i shtrohen kur janë të pashtruara, t'i riparohen kur dëmtohen, të ketë shërbim social në zonën ku jeton ai, të ketë shërbim për strehim në zonën ku banon ai. Pra, çdo njeri do t'i ofrohet shërbim në territorin e tij. Unë besoj që s'duhet mbeti me asnjë shqetësim që është në thelb kthehet shqetësim elektoral. Nëse diskutimi është të bëjmë më shumë bashki, që ne të fitojmë në një bashki më shumë, ky s'mund dhe s'duhet të jetë një argument i opozitës. Pak rëndësi ka, besoj unë, si ndodh ushtrimi elektoral, e rëndësishme është që ne t'i ofrojmë shërbim qytetarëve. Shiko, Gjarin e ndoqe, Masnikun. Tani, në gjithë atë kumtin që keti, po dhe shpesh e kanë dhe të tjerë, analiza që bëhen për etnokulturën, për historinë me radhë, kur sheh këtë gjuhën e termave, gjuhën e termave të anës të funksionalitetit, të efikasitetit të qeverisës vendore me radhë, a mendon që duhet me ruaj pak nga sentimentet folklorike? Unë mendoj që Masniku, vetë politika, pretendojnë për me që këto bashki të mbahen vetë, dhe të funksionojnë vetë, në të vërtet ka ndodhe kundërta. Gjitha ato kompetencë që kanë pas ja u kanë marrë. Bje fjala. Ujësillësi ka qenë nën kompetencën e bashkisë, ja u kanë marrë, i kanë bashku, i kanë sjellë ndjesh, për shembull, bje fjala për zonën tonë. Ujësillësi, bashkia e Kurbin nuk ka asnjë lloj kompetencë më në këtë. Janë kohë sa të dush ke kryetari i bashkisë së s'kam ujë, s'ka asnjë lloj gjë dorë. Pra, ky është një propozim, sepse atë po vllajnë. Po, e kuptoj. Çështja e kompetencës, pa e ka marrë ka sill këtu. Po pra, okay, pra është bën për Nëse do ta ankohesh për largimin e gjogatës, për shembull, bie fjalë gjogatën e Kurbinit kanë sjellë lesh. Mirditës ja kanë hek me kohë. Mirë, e qartë, këto janë programe dhe ndërkombëtare. Jo, nuk është kështu. Ndërkombëtare është ti mund vendosësh një qendër funksionale, por ama degët i kanë gjitha në përzona. Nuk ka shans që në Kurbin mos me pas një deg gjykata Kurbin në funksionalitetin.
që se du të marrë rreth një mas arresti, se du të shkojë ai Mirë, e tjetër. qartë, edhe herë, kjo është një temë tjetër që nuk lidhet me reformën territoriale. Do të thënë në kuptimin e mirëfillësit të qeverisë vendore. Edhe unë e di që kjo, unë e kam mbrojt edhe si gazetar në atë kohë në gjithë zonën e Verilingjës që kam qenë edhe kur u shkrinja jo Bulqizës, edhe Mirditës, Pak shumë edhe gjitha nuk se unë përdora këtë e qartë që morë, po marrim të domethënë tani atë që thot Mazniku, a është e vërtet që bashkitë do të jenë të thënë funksionale dhe ti çfarë mendon, sa bashki do të jenë në këtë vend, sipas mendimit tanë? për mua, nëse do të një gjosh unë, për mua unë kanë qenë edhe për komunat. Po. Është thënë edhe në vitin 2015 që të ketë. Do të ishin edhe komunat. Po. Për arsye se shumë bje fjalan, marrim Rubikun, marrim Milotin. Këto zona janë të populluar, janë qytete. S'ka asnjë lloj shërbimi. Pavarësisht se i kanë lënë ca njësi administrative, tani kryetarët e bashkisë luajnë rolin e beut dhe nëse i vëmë re, nuk kanë as edhe një shërbim dhe qasje dhe në shpërndarjen e grandeve për këto zona. Po, për njësitë administrative. Për njësitë administrative. Që kanë prek një pikë mrapa, do i Zero. për njësitë. Po. Zero, nuk ka, Milot nuk investohet, në Rubik nuk investohet, në Shëngjin nuk investohet. Ku po them, qa kjo? Kjo do të thosën ti e ke centralizu komplet peshën sikur po bëhet nga qeverisja qendrore. Herë kemi një po bëhet centralizim edhe nga këtu. qeverisja vendore, Po, pastaj në gjithë këto 61. Tu bëhet edhe qeverisja dhe Centralizimi i vogël thotë. njëjtën gjë bëhet. Pushteti qendror i centralizohet, i merr gjitha pushtetet për vete. Njëjtën gjë bëhet edhe kryetari i bashkisë. Lu rolin e qytetën, luan rolin e kryeministit. Po, rolin e kryeministit. Okej, në rregull. Dhe komunat me Markun tani njëkim Markun që të është më i fushës. Po, është i fushës për këto dhe vërtet don me Maznikun si e shef ose paga shumë se nuk është thjesht një preambull në këtë rast, domethënë kemi një zbërthim se si du të jenë bashkitë, sa munden ato me qenë bashki. Dhe në këtë rast faktën kjo lexohet, është e qartë, lexohet që pjesa e Maznikut, pra me pjesën e qeverisë edhe të Partisë Socialiste, janë për një numër më të vogël. Shumë më të zvogëluar. Dhe pjesa tjetër është për një numër akoma më të madh. Si e sheh në mes këtyre dy qasjeve marr? Edhe më parë unë theksova një gjë që diskutimi për reformën territoriale që sikur kanë filluar dy forca politike me duke zërë në publik teorinë e numrave, nuk është gjetja e duhur dhe përqasja e duhur për sa i përket suksesit të kësaj reforme në të ardhmen e pushtetit vendor në Shqipëri, sidomos në raport me rritjen e cilësisë dhe sasisë shërbimeve karshi komunitetet. Fakti është që pushteti qendror me reformën e 2015 arriti që të kryejë 61 bashki të cilat u reflektuan dhe në linjën e zgjedhjeve të radhës. Duke favorizuar zona, si që janë zonat e jugut me popullsi më të ulta dhe duke të kurrur, duke i bëmyrë atje dhe duke të kurrur zonat e veriut, si që është për shumë Shkodra apo Lesha, me 100 sa mijë, 200.000 banorë me një bashki. Gjithë cilat reflektohen dhe në pasurimin e rezultateve politike në zgjedhjet e përgjithshme. Pra nuk është e thjesht çështja e numrit bashkive. Thash dhe herë, ne përpara se të flasim për numrat, do të flasim për modele dhe mbi gjithë do të flasim për decentralizimin, sepse pushteti lokal në Shqipëri i certifikuar dhe nga Kongresi i autoriteteve rajonale të Këshillit të Evropës është një pushtet lokal i cili është në masë të madhe të konsiderueshme i centralizuar. Pra, investimet jep qeverisja qendrore. Dhënien e leje ndërtimit qeverisja qendrore. Politikat e pastrimit së fundi ka bërë një strategji për pastrimet e qyteteve që do t'i bëjë qeverisja qendrore. Ka një tendencë që të marrë gjithçka në dorë dhe pastaj pushteti vendor është totalisht më i përulur karshi pushteti lokal është më i përulur nga karshi pushtetit vendor. Pra, në qoftë se reformat territoriale vazhdojnë me këtë ritëm,
Mendoj se suksesi, nuk më flatin për sukses, se s'flitin për sukses sot. A ka pas arritje e 2015-ës? Ka pas nesë arritje. Po ama ky është problemi kyç. Decentralizimi. Pa decentralizim nuk mund shkosh në dyert e Europës. Ne s'kemi një masë saktuar sot, të cilën ne flasim për Mirditën. Mirdita sot punon në disa projekte Bashkimit Evropian dhe përsëri mund të certifikohet që mund të marrë disa projekte Bashkimit Evropian. Pra, ekzistojnë kapacitetet që po të thyet më thellë, përsëri mund të ketë kapacitetet të cilët mund të përballojnë dhe mund të përshtaten me synimet që ka reforma apo synimet që kanë bashkinë në të ardhmen e tyre në Bashkimin Evropian. Këtë gjë nuk është bërë deri më sot sepse nuk i është dhënë ajo që duhet, decentralizimi. Unë e theksoj dhe ritheksoj. Në qovë se nuk bëhet decentralizimi për shtetet vendore, problemi mbetet problem i përhershëm dhe ne do vazhdojmë kështu me këtë llogaritmi. Bashkitë aplikojnë për projekte tek qeverisja qendrore nëpërmjet Fondit Shqiptar të Zhvillimit apo ministrive të tyre. Dhe ka një problem madh se ndryshe nga modelet e vendeve të Bashkimit Evropian, ku bashkitë bëjnë politikë, ato shtetet bëjnë politika, këtu bëjnë tendera. Pra, nuk bëjnë, reflektojnë politikat për t'i delegu në nivelet e poshtë për shtetet vendore. Atëherë ne aplikojmë 15 projekte dhe nuk marrim asnjë. Cila është arsyeja? Arsyeja është se është luhet në ngjyra, se nuk ka për tjetër. Pra, nëse ne nuk hekim ndikimin politik në ndarjen e fondeve, problemi gjithmonë do të mbetet i tillë, që ti je i varur nga qeverisja qendrore dhe nuk ke mundësi, asnjë lloj mundësie tjetër përveç se të drejtohesh hapësirës së fondeve strukturore të Bashkimit Evropian. A kemi ne modelin të tillë për fondet strukturore të Bashkimit Evropian ku ne rajonet i kemi të paralizuar për sa i përket mungesës kompetencave? Ne si kemi. Rrjedhimisht rajonet, siç janë rajonet e lirës, do jetë rritet pavarësia në zhvillim ndërmjet rajoneve kudo në Shqipëri. Do me thënë, bashkitë e tipit si puna e Mirditës, Fusharësit e Pugës, e ka më me interes një reform e cila ka të bëjë me faktin që domthon kur plotësohet grup kapitulli dhe ne pranojmë në Evropë dhe fillon një model dhe i qasje tjetër që ka të bëjë me Bashkimin Evropian dhe mënyra si funksionon pushteti vendor në Bashkimin Evropian, ka shumë rëndësi kjo gjë. Domthon këto mezi që kanë duke e pritur, si rregull, ëh? Po është krejt normale më. Problemi, po e them edhe herë, bëri theksoj edhe herë. Zakonisht modelet e Bashkimit Evropian janë një tërësi komunitetesh, cilat janë krijuar lidhur me historinë, demografinë, gjeografinë dhe me traditën e qeverisë së tyre. Ka shumë shtete të cilat, siç mund të jetë për shembull Franca, të cilat kanë numër apo Italia që kanë numër shumë të madh komunash, 7.900 ka Italia, Franca rreth 5.300. Po ka një gjë. Por ka një gjë ata, kanë bashkëpunime ndërvendore që kanë vendosur me ligj. Ndërvendore. Bashkëpunimi ndërvendor. Planet mankomunitare, po, si quhen. bashkëpunimi ndërvendore zgjidhin disa probleme që s'mund të zgjidhin kur bashkitë në veçantë. Ta zëm, mbetet grumullimi mbetjeve urbane. Grumullimi mbetjeve urbane s'mund ta bëjë një bashkim vetë. Duhet një tërësi bashkisë që të krijojnë landfillin, pra të plotësojnë standardet e depozitimit të tyre, të paguajnë kotën në atë bashki ku miratohet ajo, dhe rrëdhëmisht ato kanë me ligj që të bashkëpunojnë, pra marrin komunitet, krijohet një komunitet i madh, pa cënu tërësinë administrative të tyre. Pra, do të ishte mirë që të njihnim një analizë të tillë, mendoj unë që pikërisht me qenë se disa shtete, si që përmeni dhe Gjovalini, që është Italia, me komunat vogla, me numër të vogël fare më radhë. Po problemi këtu, ato nga ana financiare si funksionojnë, do me thënë, thjesht presin delegim fondesh për buxhetesh për rroga dhe simbulojnë, sepse çfarë po ndodh Gjovalin? Tani po ndodh që kryetarët e bashkive janë kthyer thjesht në brigadier, po ti vesh re, duke mos bërë as investim as fare, dhe janë kthyer thjesht brigadier rrogësh. Brigadier rrogësh futet militantizmi pastaj. A e kupton? Tu është problem shumë i madh. Se sot janë sa dush që ke bashki të vogla, të cilët nuk kanë asnjë lloj rendiment, nuk prodhojnë asgjë, pa asgjë fare, të vetëm gjëra që prodhojnë disa rroga, edhe ju levërdis me qenë në këto rroga dhe shtetin u pashin, por nuk
nuk janë bashki që tërheqin dhe bëjnë investime të mira dhe i hapin në horizont krahinave të tyre. Unë mendoj kështu. Nëse kemi një tradit më pashme të komunave në cilat u organizoshin disa herë tendra, jo tendra të mëdhej, të fuqishëm, sigur zhvillohen sot për ministri, por u zhvilloshin 5-6 tendra në një komunë fusharës. Dhe i bënde vetë komuna. I bënde komuna aty. I menagjote kretë edhe ato firma ndërtimit cilat ishin aty rreth komunës, punësoshin ata njerëz aty dhe e zhvilloshin atë vend. Dërsa sot, që ka ndodhur? Sot, gjitha tendrat i bën kryeminist, atje në përministri, dhe që kanë bë? Bëjnë tendrat, ne dikur, s'kene pas një gju, tendr me ka 20 milion euro. Sot nuk ka tendr poshtë 10 milion euro. Dhe këto i zhvillen vetëm ministrit. Normale që kryetari i bashkisë ka urdhëruar këtu brigadier aty, se çfarë do të menaxhojë ai tendër për me zhvillu me bashkëpërndarje të asaj çaj duhet aty veni nuk ka. Dhe çapa, ai ministri bën vetëm projekte të fuqishme për rrugë. Atje kanë gjetë sa historinë ata që thotë do të bëjmë thotë një plan zhvillimi strategjik për me bën një roton të madhe, sepse e zbusim trafikun, hapim rrugën, dakord, këto duhen bë. Tani, besoj që janë kaq shumë emergjente në krahasim me disa zona, se një komunë e cila nuk ka rrugë fare, ngelet e pa zhvilluar. E pa zhvilluar dhe hikin njerëzit. Është logjike që njerëzit do hikin për këtu, do shkojnë në Tiranë. Do shkojnë Durrës, do linja e shtetit. Ndërsa nëse bahen rrugët e fshatura gjithandej, e pa mundet mos kthehen. Unë kam vurë evaluim e emigrimit mos kthehen për të investuar. Është vërtet. Okej, Mark. Do të thënë çdo diskutim tjetër për të lënë statu quo në këtë lloj gjendje, pushtetit vendor, është një diskutim bosh dhe është thjesht një kalim rralle përse për këtë reformë territoriale. Reforma territoriale ka nevojë për një operacion të thellë, i cili lidhet të ngushtë me dy gjëra, me thellimin e decentralizimit dhe me zhvillimin rajonal. Këto janë dy pikat kryesore me të cilat del dhe modeli pastaj i pushtetit vendor të ardhmen. Nëse decentralizohen, flitet për decentralizim dhe fiskal. Sepse marrim një gjë, sa para merret nga Bashkia e Kubinit apo rajoni i Lezhës, dhe sa përkthehen për të kthyer mbrapsht për zhvillimin e rajonit Lezhës. Njëjta gjë është edhe për bashkitë respektive. Sa merret nga aktiviteti i bizneseve, aktiviteti ekonomik në këto zona, dhe si përkthehen ato në kthimin e tyre për nxit zhvillimin. Ky problem ekziston dhe kjo analizë duhet të bëhet qartë njerëzve, që njerëzit të binin. Prandaj them unë që ne, nëse ne pretendojmë dhe kur bini pretendojmë që ne duhet shkojmë në kufit historik, ne duhet kemi një studim të thellë të raportit kosto-profitime, në mënyrë që të bindim, sepse ne mund të folim shumë gjëra, kemi dëshirë shumë, emocione është i madh që ne të kthehemi kufi. Problemi kryesor është që ne duhet bëjmë studime të thella, cilit të bindim me ta, se kjo është rruga më mirë. Të marrim dhe i fakt tjetër, rajonizimi. Rajonizimi është tendencë BE-s, jeto me hymbe. Ka ke rrugë tjetër pa pas rajonizimin. Ti ke 12 çarqe që thjesht pagu rrogat. Dhe s'bën asgjë tjetër. Po çfarë mendohet për rajonizimin do? Rajonizimi është Jo ti e shef rajonizimin si numër, ta zëm 4 rajone të Shqipërisë, apo si e shef? Ka një standard. Apo e shef rajonizimin si produkt, si investim, si domethënë ku thesi i madh i shtetit derivon buxhetet caktuara për zhvillimin e rajoneve. Pikërisht, domethënë e fillova nga fundi dhe ke kap thelbin e çështjes. Në diskutime për reformën ka pas një studim të Koplanit, që është një organizatë me shumë reputacion, në drejtim të njohjes për shtetin vendor, zbatimit projekte në këtë fushë, të ekspertizën për shtetin vendor, dhe kanë dhënë 2 propozime, për 4 rajone dhe 6 rajone. 4 rajone që kanë bënë me Veriun, Qendrën, dhe 4 rajonet që ashtu është Veriu,
është zona qendër, Tiranë, Durrës, Elbasan, jugu dhe jo e Shqipërisë, zonës së Korçës dhe pjesa e Gjirokastës. Pjesa poshtë e jugut poshtë. Janë 4 rajone. Ndërsa propozimi i dytë që më duket më i arsyeshëm është për 6 rajone. Është për 6 rajone që shkojnë në rrjedhë dhe lumeve. Ku baza e në rrjedhë dhe lumeve. Dhe avantazhi i 6 rajoneve është i tillë sepse është më afër shërbimeve që kanë qytetarët. 4 rajone mund të jenë më larg në drejtim të për shembull Dibra me Shkodrën. Janë më larg. Duke qenë më afër ato 2 tjerat, Lesha me Shkodrën për shembull funksionon së rajon. Absolutisht. Funksionon së rajon. Kështu që 6 për shembull që është 6 rajone janë me përbërjen e popullsisë që kemi të regjistruar. E kapim rreth 700.000-800.000 banor për rajon. Që janë një nga kushtet e Bashkimit Evropian për të qenë pjesë rajoni. Njëkohësisht kjo e respekton ose si thosh e prek tashmë edhe temën e madhe që kemi sidomos ne që merra me gazari, me shkrimtari, me sensitiviteti jon etnokulturor, mas edhe pak folklorik, po na plotson edhe këtë lloj gjëje që ne e duam. Kështu që duke vendosur rajonet dhe duke dhënë kompetencë të duhura për disa shërbime, duke deleguar disa shërbime dhe funksione. Pra funksione që kalojnë nga qeverisja qendrore drejt pushtetit lokal që është rajoni. Sepse gjithmonë diskutimi në Shqipëri për sa i përket decentralizimit dhe reformën territoriale ka synuar një pikë. Qeverisja qendrore, për të zhvilloshu kapitalin politik edhe ekonomik, gjithmonë kanë thënë që rajonet dhe bashkitë nuk kanë kapacitete për të performuar në drejtim të rritjes cilësisë shërbime dhe sasisë shërbime ka shi komunitetit. Faktet janë kohëforta. Problematikat për sa i përket në raport me zbatimin e ligjit ka më shumë pushteti qendror se pushteti lokal. Rrjedhimisht ata duhet të lëshojnë. Është koha, është një moment historik mendoj për Shqipërinë, në tendencën që ka për të hyrë në Bashkimin Evropian dhe asaj synimi që kemi ne për shku këtë rrugë. Kështu që pushteti qendror duhet lëshoj në mënyrë tillë që vetë qeverisja vendore të zgjidhë problemet e komuniteteve respektive. Nëpërmjet bashkive dhe rajoneve. Shiko tani, ne do të flasim për pikën e dytë, pjesën e dytë të emisionit, do flasim për Gjoalin, se aty këtu tani ke qefti, se flasim për bashkitë tona, do bashkitë e zonës sonë. Edhe për Kurbinin, edhe për Lezhën, edhe për Mirditën, për gjithë ato, sidomos pjesë veriut. Po sidomos në area dhe këtë Kurbini, edhe kemi Lida, si e mendoni ju, dhe cila do t'ishte alternativa më e mirë, që ne në fundit, edhe përmes të emisionit, pse jo, të nxisim komunitetet, të nxisim opinionin publik, shoqërinë civile, e me radhë, nuk është se ne japim mendimin më të certifikuar, por në fundit kemi një mision duke qenë para publikut, që në këto pika 1, 2, 3 t'i nxisim, dhe do doja pastaj, për këtë pjesë, sidomos do doja që të kishte edhe komente, të kishte edhe pyetje të ndryshme me radhë që ne t'i mbledhim si Akrolis TV, dhe pastaj në emisionet tjera t'i rrim shumë kësaj pike, ku unë do të thras edhe drejtues bashkisë nga zonat tona. Shkojmë në një spot publicitar, i kthehemi sërish në studion Kuvend për reformën territoriale. Mirë, jemi rikthyer këtu në studion Kuvend, Akrolis TV, dhe po flasim për reformën territoriale, ku kam zotin Mark Ruçi, edhe avokat Gjoalin Laskën nga Kurbini. Unë bëna në fillim, duke mbyll pjesën e parë, bëra këtë pyetje, se si e mendoni se ne folem për rajonet, folem për atë për numrin e bashkive pak a shumë sa mund të jetë dhe kush është gjëja më e mirë që mund të jetë në këtë vend me radhë, por ajo që na intereson është shumë dhe që duam ta ndigjojmë tani në studio ka të bëjë me rajonin tonë. Domthon, si mendon ti Gjoalin? Sipas teje, kush do të jetë, çfarë shefti në prognozë, kush do të jetë Kurbini, si do të jetë Kurbini, si do të formatohet Kurbini, dhe çfarë sugjeron ti, në mënyrë që te mendim që hedhim këtu, pse jo ta nxisim edhe tek shoqëria civile. Në lidhje me
hartën e re elektorale, hartën e re administrative të territorit, të territorit, unë mendoj që Kurbini, si Kurbin, nëse unë do të flasë për Kurbinin, fiks pari, nuk mendoj që Kurbini ka një terren shumë të gjerë për të ndarë. Por edhe nëse ndahet, Kurbini duhet ndahet mrena për mrena, do më thonë, nëse ndahet me dy bashki, Kurbini nga njëna anë jetë ndame për shembull bashkia Laq, me ish komunën Milot, dhe bashkia Mamuras me Fushkuqen. Po kjo nuk bëhet. Jo, Kjo nuk ndo. nuk ndo. Tani ti thuj Kurbini a është ashtu siç është sot? Si rregull Kurbini duhet jetë ashtu sikur është sot. Sigurisht sot. Pak a shumë do të thonë që përfshin Kurbini është në bërthamën e vet. në bërthamën e vet. Degat ja kanë preje rreth, Po. sepse cilat ka degë kanë territor pre? më shumë. Si kanë pre degë? Kurbini, jo ta them unë. Kush janë degë? Kurbini, Po. si Kurbin në histori, Se ju do një marrë edhe atë zemrën e principal Sabrit. Kruin. Ajo. Nuk vjen me ju ajo. jo, ata nuk du me marrë. Po atëherë, Jebi Cezarit atë që i takon. po fillon prit kurajve. Derdhja e lumit dal ka pasar deri në Gune. Shiko tani. Apo jo? E qartë. E kam thënë pra, degët nuk po kërkojmë. Okej, pra, cili do të ky Kurbini? Prej ku fillon Kurbini? Kurbini si rregull fillon mbrek në lumin mat Lumin mat, po. dhe Deri deri në përkufi me Shkopetin. në Droj. Dakor, me Shkopetin. Ky që është tani është bërthama e Po Kurbinit. është bërthama, është mirë. Është bërthama, Pra është ti sigura. thu që nuk do të preket. Nuk du të preket Sepse fare. ke rrishtu dhe disa gjëra, që unë du t'ja them se më pëlqeu kjo, një territor me rrënjë thella, edhe je fuqy nga njohja nga shpallja e pavarësisë, e me radhë, pastaj ke fillu këtu, Kurbini jashtë, ke thënë ti. Një lidhje midis Veriut dhe Tiranës. Po është e vërtetë. Zonë me aktivitet industrial dhe ekonomik të rëndësishëm. Ai ka këtë? I ka. Zonë me aktivitet? I ka, Të sepse rëndësishëm, po. Prit që ke kap një pikë shumë interesante kjo. Qendër pelegrinazhe kombëtare përmes kishës ç'nandot. Sepse shkojnë rreth 1 milion pelegrin po. vjen ke kisha Shkon shtanoj. gjysma Shqipërisë atje, vinë nga jashtë. Duma po Emigrantë s'duma aty është. ke, gjithë vitin i ke aty. Territor me specifika pronësore dhe juridike që kërkojnë administrim kujdesshëm, jo fragmentim. Çka ke dish me thënë me këtë? Atëherë, për sa i përket çështjes pronës, ne kemi bërë dhe një ndarje në lidhje me shpërndarjen e tokës 7500. Po. Tani nëse ti do të fillosh me bën një hartë re, do të bësh totalisht ndryshimet. Po. Dhe i bie që pastaj ligji 7501 që duam apo s'duam ne është ligji funksional. Pra ai është zbatuar. Ai është zbatuar. Duke pas toka shumë, duke pas toka të bonifikuara, S'ka rëndësi, po jo do të normal, thonë, është zhvilluar, jo. është zhvilluar. Tani nuk Okej. e se ti më i bën një ndarje të re Po. dhe pastaj të bësh prap përplasje administrative, konflikte brendësore. Dhe i hym, domethënë futesh në një çarshaka. Toni, më fal avokat, unë pranaj jam të sjell këto pika që të bindë edhe njerëzit, jo vetëm që ti përsëris për ty se ti ke shkruajt, po që të bindë se ky është argumenti, edhe këto lloj argumentesh duhet të jenë dhe jo më ja fut kot me ngrit flamurin atje, si ngajnë disa flamurin e këtij bajrakut atij, po është ka logjik tani që shkon në çasje me kohën. Edhe thuni tjetër, një territor me peshë ekonomike, sociale, shpirtërore, nuk mund të reduktohet në një statistikë hartografike. Po, çka kam dash të them me këtë. Është do të sjell ndërmend edhe çështjen e kemi një komunitet ne, një fshat quhet Malibardh. Po. Është e mbi populluar me venda, do të thonë, banorët aty janë më shumica janë musliman. Po. Ato banorë janë ato që kanë ngrit dhe mirëmbajt kishën. Kishën, po, shumë interesante. Tani i bie që nëse ne do i biem për shembull me bëjë ndarje, t'ja heqim kishën e t'ju lëm vetëm banorët aty. Bi fjala. Është interesante, po. Tani nuk e se si e bë. Po, e qartë. Dhe për këtë kam thënë që nuk ke se si me bën një ndarje ti në kundërshtim me këto parime që janë jetësore. Dhe i gjë tjetër që ke thënë që dimensioni juridik i debatit. Prapë ke ke fusha jote dhe ke thënë kështu. Asnjë qeveri nuk mund të fshijë historinë e territorit, mund të ndryshojë kufi, por nuk mund të anullojë identitetin.
Parimi i proporcionalitetit, konsultimi publik dhe analizë serioze socio-ekonomike janë detyrime kushtetuese dhe demokratike e ke përmbyll të gjithë kumtin tënd për publikun në rrjetin tënd social. Po, është e vërtet. Atëherë, për sa i përket shpërndarjes që duan me realizu nëpërmjet Dëgjeset publiku? hartën, jo hartën, nëpërmjet po. hartës që duan me bë. Kjo, nëse këtu nuk do të marrin të gjitha të akumulume mrena identitetin e zonës, historinë e zonës. Ka të bëjë edhe historia. Albulenën ti nuk mund e marrësh me qumive zonë tjetër. Albulena ka ndodhur në Zhej. Do të thonë historia. Ashtu sikur disa bjefjala e Dibrës, ngritja e Dibrës, nuk mund të marrë me sjell në Lezhë. Sepse ka ndodhur atje, nuk bën bësh ti kalkulime dëshirash ulken atje në zyrë në Tiranën, a bëjmë këtë, a bëjmë atë. Pra ti thu, Nuk duhet. Ti thu që du të ketë shumë kujdes në përballjen mes shifrave të akullta që kanë të bëjnë me këto gjërat ekonomike, me ekonominë dhe me identitetin historik kulturor. Edhe me historinë, ajo le të bëhet një ndarje, domethënë një hartë, por mos rrezikohen por mos rregullon identitetin. Mos rrezikohet as identiteti, normalisht edhe ekonomia duhet trajtu. Por kur mos mu largu nga historia. Kam një pyetje të drejtë për drejtë. Bashkia që është, se ti thu tjetë kjo që, po tani kjo bashkia që është, a mendon që ti, sepse investime ka patur pas Kurbini. Po vërtet. Pa t'jemi qartë, ka pas, pastaj ai ka marrë me ngjyra politika, si ka marrë. Ka pas edhe më përpara dhe tani ka pas. Ka pas, por ti a mendon që në këtë mënyrë do të funksionojë bashkia apo do të ketë eficiencë, do të ketë një numër më të reduktuar, si e shef në punëmarrje, a ka burime njerëzore, si ka, sepse nesër do ballaqohesh me tregun evropian të projekteve, është gjë tjetër pastaj. Unë mendoj që bashkitë aktualisht në Republikën e Shqipërisë nuk janë duke funksionuar ashtu sikur ka një qasje europiane. Tani është kthy bashkia si një vend punësimi. Punësimi, po. Njerëzit kanë kaq shumë hallo burra më shku mu punësu në bashki, ndërkohë që bashkia nuk jep, nuk është vend punë bashkia. Bashkia do të japi, do të krijoje mundësi që të hapen vende pune. Do të sjellë investime, për shembull, bashkia do të ketë të drejtë me dhënë një leje për një fabrikë mund ndërtu për shembull në X zonë. Këtë drejtë ti nuk e ke sepse ta ka qeveria. Qeveria ti s'ta jep, atëherë njerëzit çfarë do bëjnë, do të hapish syt sipër. Atëherë shohim u punëson këtë bashkë. Dhe është çfarë bën? Detyrimet që kryetari i bashkisë në momentin që del kryetar nëpërmjet votave, ka detyrime ndaj njerëzve të cilët ta kanë votuar. Ato i shkojnë çdo ditë ke dera duke e trokit, i thonë punëso mu. Disa janë punësime partijake, disa janë punësime farefisnore, dhe kështu është kthy zyrë punësimi, bashkitë janë kthy zyra punësimi. Ka pas dikur, kur ishin komunat, kanë pas bjefjala nga rreth 800 podor, ka pas bashkia Kurbinit në total, sot ka një 1800. Ja, që thu, shumë. Ka edhe 1800. Ashtë e që ndalë. Në ashtu edhe 1000 tjerë. Atëre bashkia re ti thu, du të ketë as gjysën jo. Ka pas ka pas 2 bashki dhe 2 komuna. Po. Cilat gjitha bashkë i kapshin as i kapshin 1000 punojës. Të gjitha bashkë. Sot ka një bashki me 4 njësi administrative, por që shkën me 1800 punojës. Domethënë, to kanë shtu ma shumë punojës, ndërkohë që ato dolën me teorinë që ne do t'i shkrim ta sepse nuk kanë qenë funksionale, dhe ka pas shumë punojës. Dhe ndërkohë ta shtu ma shumë. Atë që thamë që ndodhin gjithë Shqipërinë, ti e mendon që t'jetë kjo bashki që është, me numër më të kufizuar, me më shumë shërbime dhe më shumë akses në buxhetimin federal. Po, më shumë të ketë të ardhura nga, do të thonë, disa gjëra ti ketë ti menaxhoje vetë bashkia. Kompetenca, jo ti ketë. Tani të marrim të shkojmë Mirdit. A je dakord të shkojmë Mirdit ke Marko? Dhe Marko pse rreth na flas për bashkinë e Mirditës. Mark, si e mendon bashkinë e Mirditës, ku i sheh dobësitë e sotme dhe ku i sheh ato që do të jenë përparësi në mendimin tan në gjithë strukturimin që e ke thjesht si ide në kokë,
pra strukturimin që mund të ketë bashkia dhe cilë mund të ishte bashkia e duhur për Mirditën dhe çfarë këshillash ke si ekspert kjo bashki, si duhet të jetë në pikpamjen e burimeve njerëzore, në pikpamjen e procedimeve, në pikpamjen e buxhetimeve, në pikpamjen e hapjes vizionit, kontakteve me projekte Bashkimit Evropian etj, për cilat të jetë specialist mjaftueshëm i aftë. Me pak para, duke shfrytzuar burimet njerëzore që kanë bashkia, janë standardizuar pothuajse pjesë urbane në zonën e Rubiku dhe Rrëshen, që kanë bënë me ndriçime, trotuare, me asfaltime, tjera, cilat të shtrin edhe në njësinë administrative Revs dhe në Fan. I është dhënë një zgjidhje problemit ujitjes me ato mundësi që ka pas bashkia. Ku fshatarët nëpërmjet bashkëpunimit me bashkinë kanë marrë bazën e duhur materiale tuba, rakordëri, në të cilat ata vetë kanë arritur që të zgjidhin problemin e ujitjes në ato tokët kufizuar, të cilat ata prodhojnë produktet veta bujqësore. Është një realitet i cili domethënë ndodh për herë të parë në Mirdit dhe i ka dhënë një zgjidhje pjesës së zhvillimit bujqësor në Mirdit. Pavarësisht se ka problematika në drejtim furnizimit me ujë, siç ka qenë përpara vitit 90, furnizimi i thellës për shkak me ujë. Por në njësitë administrative, në fshatra të caktuara, kjo metodë e dhënies e bashkëpunimit me komunitetin ka bërë zgjidhjen e sistemit të ujitjes për tokat për përdorim vetjak familjar ose për shitjen treg. E treta është ndërtimi disa ura të domosdoshme në bashkëpunim me Ministrinë e Mbrojtjes, ura Belit, të cilat nuk kanë qenë dhe kanë zgjedhur mjaft problemin e infrastrukturës. Problemi që është ndjek më me precedencë është problemi i vazhdimit të vizionit që ka qenë prej vitesh nga ana zonës Graf për sa i përket turizmit. Me ngritjen e infokullës dhe në mënyrën e përzgjedhjes punonjësve në infokull, që do ta themi ka ajo që ne ju e keni marrë për sa i përket kapacitetit. Po shumë merak. Ke dy modele. Se për këtë pikë unë do të flas. Po Do të flas pa doreza. Jo, në rregull pra. Do të flas edhe me komentet që më bëjnë njerëzit. Kemi këtë model të infokullës. Maranagraf ka komunë që njerëzit duhet zgjidhen me konkurs. Pra, e kështu i zgjodhin. Dhe kështu zgjodhen. Dhe kapacitetet e zgjedhura në infokull kanë bën mundë që ky vizion që kishte Maranagraf dhe mbështetur financiarisht nga zona Graf, bashkë me Bashkimin e Mirdit ka vazhduar. Duke sjell destinacionet të reja që është Gurçpaçi, që lidhet natyrisht dhe me të ardhmen e Muzeut Kujtesës në burgun e Spaqit, që lidhet Munellës, që është një bukuri per natyrore, Rrëqebullit dhe Tranga. Tranga që një vend një pol turistik shumë i veçantë. Ka qenë një vend i cili nuk ishte as ujë, sepse për shkak të nivelit të ujit, nivelit të poshtë të ujit dhe nuk shkot atje. Me investime në zonës Graf ka shku ujë dhe energji elektrike. Po janë rivitalizuar dhe kullat. Pra një element i cilin ne kemi fort, është identiteti jonë. Dhe këtë identitet ne e kthejmë në burim, duke rivitalizuar, ne e kthejmë në qendra pritëse për vizitor, pra në Bujtina, që njerëzit të përfitojnë nëpërmjet këtij vizioni që ka zonja Graf dhe Bashkimi i Mirdit për sa përket rivitalizimit të kullave. Dhe kthejmë në qendra vizitor. Padyshim nuk mund bëhen këto gjëra. Domethënë unë jam duke thënë arritjet. Po arritje, okay. Mendoj se me mundësinë. Edhe herë kam një pyetje thelbësore, sepse lidhet me bashkinë e Tartën, domethënë nga një herë duke marrë dhe duke nejtë shumë në këto, kështu me turizmi, trashëgimia, etj me radhë, dhe fillojmë dhe kalojmë një lloj qasje egzotike. Domethënë, qasja egzotike pastaj frenon zhvillimin. Qasja egzotike është zakonisht për kineastët që vinë nga Suedia, nga njëra tjetër. Gjëja që është praktike është mënyra komuniteti si funksionon. Fakti është që braktisja e Mirditës është frikshme. Dhe është shumë e frikshme. Atëherë, pra ne kam bërë këtë pyetje, cila do të jetë bashkia në konceptimin e Mark Ruçi. Cila do të jetë një bashki sepse nesër pas nesër, ndikojnë disa terma që do jenë edhe për hapësirën, edhe për etnokulturën, edhe për historinë. Po në fund ka një gjë që nuk ka pushtet vendor
të zgjeruar, nuk ka bashki të zgjeruar pa njerëz aty fare. Atëherë kjo na çon te mendimi që të zgjerohet dhe të jetë mirdita në kufit e hershëm. Sepse kjo do shtote i numër banorësh. Nuk e di nëse ju keni bërë ndonjë analizë, ndonjë diagram etj. Pra pak a shumë, akoma s'kemi hyrë, po vetë bashkia duhet i prijë këtij procesi. Në mendimin tim. Si e mendon ti? Edhe unë mendoj që bashkia duhet të jetë një aktor shumë i rëndësishëm në këtë në dhënje propozime konkrete për të ardhmen e bashkisë në Komisionin e Reformës Territoriale. Kjo nuk bëhet vetëm me burimet e brendshme të bashkisë. Duhet përfshirë. Përfshirja ka të bëjë me shoqërinë civile, me profesionistë zot kësaj fushë, të cilën për hir vërtetës ka jo pak, cilë mund të jenë në mirëditë ose jo. Jo, ose jo, janë në mirë. Ose i larg mirëditë, po thirrën. Na ftoni ka herë Po pikërisht, po them. Megjithëse unë jam t'ju them kështu publikisht, po ndonjëherë më na thuan. Jo, unë e them me shumë pasuri, ju i dini raportet dhe mendimet e mia për këtë pjesë. Përfshira është shumë e rëndësishme, që ne të dalim me një skemë për të ardhmen e mirditës në këtë reformë territoriale. Atëherë, kjo kërkon një analizë. Okej, konkretisht marr. Ta marrë kjo kërkon një analizë. Analiza nuk mund bëhet me patetizëm, as me folklorizëm. Analiza bëhet nga ekspertë. Dhe ekspertët gjithë si ke i gjenë, i kërkon, i pajton dhe i gjenë. Por mendoj që mirdita ka kapacitetet cilët mund të japin një analizë të plot për të ardhmen e mirditës në këtë syrin e kësaj reformës territoriale. Për të bindë politikën. Se problemi është për bindë politikën. Politika s'bindë me llafe. Politika bindë me argumentën. Kur t'japësh argumentet, që japësh studimin që mund të jenë rralla për sa i përket kësaj periudhë, se është koha e shkurtër, deri në korrekt do të mbyllet ky proces. Koha nuk është optimale për sa i përket kësaj, sepse duhen bërë dhe konsultime në për zonat e gjitha. Dhe unë mendoj që janë kapacitetet që në mendimin me udhëheqjen e bashkisë në këtë proces, unë mendoj që jepet një material i plot bindës për të ardhmen e mirditës. A ti marrim pak konkretisht tani? Po. Domthon, për pas një, se thash edhe herë, në numër popullsie, dihet se ku është. Është ke 13.500 para 2 vitesh, tani mund të jetë 13.000, pra po të bash një analizë, një census në vetvete, siç është bërë. Ky numër nuk është bindës për të pas një bashki. Nesër pas nesër. Një bashki tamam. Pavarësisht se mund të lihet për shumë gjëra të tjera dhe për shkak të historisë. Historisë për këtë me radhë. Por problemi është për të shku ke një numër më i madh. Domethënë, ti mendon, fjala vjen. Po të nisim me kufit tradicional. Dhe fillojmë duke filluar që nga kreshta e Lezhës që e ka Lezhë. Zona Ungrejt, Kashnjeti me radhë. Shkojmë në luginën e Fanit Madh, që është pjesë që janë pjesë e Pukës, pra administrative. Pra janë Gjegjani, Kalivare, Gojani, Shkoza dhe në pjesën e Fusharzit. Fusharzit, unë jam i bindur që s'ka për qenë bashki i madh. Sido që tjetë. Pra dhe Fusharzit këto, dhe edhe këto. Dhe duke hyrë deri ke zona e Ranzës, pra po them Bajraku i Ranzës ishte dikur me Ulzën. Pra me këto. Do me thënë, përthithja gjithë tyre mund ta bënte një bashki që besoj do të kalonte, mund ta kalonte 20.000 banorësh, që do të ishte një bashki tamam. Do kjo do të ishte mendimi im. Unë çdo komision më udhëtir, unë do ta them këtë mendim. Dhe ju nuk e di si e mendoni? Unë shoh nga diskutimin që bën në rrjetet sociale, shoh një tendencë jo nga ata që i nisin, por shoh një tendencë e cila luhet me emocionin, me historinë. Domethënë, njerëzit kërkojnë ata që padrejtësi që janë bërë dikur në vitin 52 me reformën territoriale që soptimin e mirditës, të rikthehen në duhur. Kjo është normale për ta kërkuar miritorët. Dhe për shkak të argumenteve që ju i thatë. Edhe është gjëja e duhur. Nuk e mendoj, por unë jam skeptik vetëm i gjallë, sigur kam qenë edhe në 2009 kur pati tendencë për një gjë të tillë. Skepticizmi vendos me atë që a janë dakord ata për të ardhur tek mirdita. Kjo ishte i pyetje që doja më bë. A janë dakord ata këtë, sepse a je dakord me këtë mirditë nesër pas nesër? Jo, me këtë mirditë që përmenda unë? Jo. Domthonjë që të jetë edhe pjesë që kanë qenë? Po pse jo? Sepse kanë dëshiruar. Kanë ndryshuar lidhjet, kanë ndryshuar gjithçka. Gjithçka ka ndryshuar. Tani, nëse ne do të mendojmë mirdita, dakor, mirdita, cila mirditë? Mirdita me 5 baraqe?
apo Mirdita me Dumut Baraç? Jo, Mirdita e Caqeve Apo Mirdita e Dukazhinit dikush? Ja, para 1949-ës, kur u bë ndarja administrative e cila u bë politikisht. U bë politikisht. E Korës Anderit. Do ta pranoj. Ajo u bë politikisht. Po, normal. Për të ndarë të gjëra që të, si thosh, të administrohej Më fort Mirdita. Dakor, ishte kjo, dihet kjo punë sepse u Po, bë. Dhe shkurja në këto kufi natyral, se ti nuk mund thush Mirdita tani të marrë klosin e matit. Se kanë ndodhur gjëra të në konfigurimet territoriale. Po kjo nuk mund ndodh, nuk mund arsyme thanë tani të bashkosh që ti e mbrojtje me fanatizëm bashkinë e Kurbinit, arsyme thanë me Inxhit Kurbinin tani Rubikun. Jo, s'shko. Okej, pra ja, këtë po themi edhe ne. A di që unë ma marak kam këtë, që Mirditës mos shko me i marë mineralet. Është pjesë tjetër pastaj. Mos shko me i marë, jo, kjo pjesë, sepse njerëzit nuk po hikin këtë. Dakor, po Ti kjo është bje pjesë mu, tjetër. bje, s'po po i hymë me emra tani, personazhet jetës publike, nga Tirana, se kanë lek ato, marrë me marrë këtë mineralit tonë, shku mi shu në Turqi atje, ose në... Mirë, kjo është gjë tjetër se këtu flasim për pjesën e tarifës, sa duhet paguajnë gjë tjetër të koncesionet. Kjo është mëbet tjetër. Qa merë bashkia më të? Po pikërisht pra kjo është gjë tjetër që Marku i thot më saktë, që kemi të bëjë edhe me shfrytëzimin e lumejve e tjera, sepse është një risk. Është një risk që e ka, domethënë shfrytëzimi i lumejve, ecet e tjerë, por ama duhet t'japi një produkt, cili është produkti që të shkojë ke bashkia. Dhe bilet renta e merr, renta minerare, merr. Po, vazhdojmë Mark te kjo, domethënë te i gjan, a do të duan ata? Sepse këtë do kisha dash shumë në një moment, nëse do të kem një kuvend vetëm me Mirdit, të kisha edhe kryetarin e bashkisë, të kisha edhe pjesën e opozitës, do që bën opozita në këtë rast siç kemi Rahuj Majt e tjerë dhe specialistë mirë fill, dhe për të thënë se kjo është pyetje shumë e madhe kjo. A do të duan ata nesër mas nesër? A do të duan ata me qenë me Mirditën? Shiko, zgjidhen meritorët. Unë mendoj që fusharë s'ka vërtet pranë. Unë ai tjetër Po nuk ka rëndësi. Ne do të bëjmë një proces. Ne do të bëjmë një proces. Unë do t'i rekomendosh opinionit publik Mirdit që të mbështet ata që të bëhet një takim në ekspertë të reformës territoriale në Mirdit. Dhe Mirdita të ketë një vizion të saj, si mund të jetë Mirdita nesër. Dhe kjo bashkë në thashë se mos përsërisim vetën në ato që diskutove që duhen ekspert, duhen pjesë nga shoqëria civile, duhen historian, duhen njerëz që merren me demografin. Pra që t'jenë bën një studim sa më të plot për të ardhmen e Mirditës. Dhe Mirdita ka drejtën e vet që të korrigjojë padrejtësitë. Është një drejtë, është një emocion që lind në miritorëve. Dhe në këtë kontekst, këtë emocion, Komisioni i Reformës nuk ka pse e shmang. Natyrisht, nëse donë që të bëjë një reformë që t'i shërbehet nesërmës së rritës shërbimet, si që shërbimet ka shi komunitetit. Dhe në këtë kontekst, ne paraprakisht mund të kemi një plan A për të kërkuar plot, por edhe një plan B që mund të jenë disa që duan për ta, siç mund të jetë Ulza të zëm, që mund të vijë. Siç mund të jetë të zëm Gjegjeni, që mund të vijë. Po them unë. Ulza mund të pranoj. Që mund të vijë. Edhe zonat tjera, por me i kërku gjitha që mund të shumë. Nëpërmjet referendumit, kushtetuta përcakton për të kaluar nga një darë administrative në tjetër, bën referendume lokale. Referendumi bëhet edhe në Mirdit, edhe në Ulës. Mirdita a doni me u bashku me Ulëzën, dhe Ulëza do me bashku me Mirditën. Është e thjeshtë. Po mirë, ka një gjë, Mark, edhe në anën psikologjike, domethënë po ta marrim kështu se ti kur merr për sipër, qendra e Mirdit, po marrim qendrën e Mirdit, do mënyrë si ka funksionuar deri tani. Dhe nëse unë e shoh si një zhvillim, një pol zhvillimor që më ndikon dhe shoh që është efikas, jep shërbime, investon, bën etj, okay, ta ndjek. Por ka një gjë se Ulza ndërkohë që ka bën tani po mbaron projektin 4 milion euro, edhe plus disa investime tjera dhe çdo fshat që ka bën aty, tu janë as 400.000 euro, të investuar në krejt Mirdita, atje është një natyrisht pra. Atëherë si do pranoj? Po pikërisht si do pranoj se ka një gjë. Ai thotë, okay, po marrim edhe Kashnjetin, se kjo është e rëndësishme që të jenë njerëzit e duhur dhe të funksionojë bashkia, qendër, të funksionojë shumë edhe psikologjikisht. Domethënë sepse në moment që them unë, mirë më pse mu mbat rruga atje, më sillin këto investime, kam mundësi zhvilloj turizëm, ndërsa çfarë shoh atje kur s'ka bën si rrugë
deri tani të asfaltuar, atëherë Sepse me këtë lloj modeli, pra me cili këtë lloj është- modeli cili ky është përcetim është. Po pra, Pra ne okay, thamë, unë do të kemi një plan. Kjo është ajo që thu Frika Mark. Sepse normal, ai tjetri thotë, unë pse po shkoj aty? Jam mirë Është këtu. e dorës të pranojnë Po më të dorës me parë se lezhës. njerëzit, po normal, njerëzit Nuk mund të shiko përdesë ligji ka referendumin, ti pa referendum nuk mund ta bësh këtë gjë. Po pra, po, okay. Rrjedhimisht. Ne po e diskutojmë tash. Po e kuptoj, Kjo do të jetë temë ditës, e vazhdimisht. kuptoj. Pra ne thamë unë, nëse Pra do të jetë përgjeshëm Mark, se ti je Nëse pjesë lidhet një- administratës, Mark je pjesë administratës, do të jetë përgjeshme. Bashki dhe drejtuese dhe ju që jeni administratë jeni të përgjeshëm në përzgjedhje burimit njerëzor, në ata që kanë vizion, po mbi të gjitha kanë prakticitet dhe kanë horizont. Çfarë mendimin e unë, por ka një gjë, mendoj nga ky lloj argumenti. Ky lloj argumenti është ajo se ne duhet kemi ekspertizën e duhur për të dhënë avantazhet, dizavantazhet, mundësitë dhe kërcënimet, pra një analizë të plotë të mirditës së nesërmes. Kjo bëhet nga ekspertët. Me udhëheqje natyrisht dhe burimin e bashkisë. Bashkia s'mund dalë jashtë lojën këtë mes. Dhe mendoj që do ta marrë një iniciativë, me që kuptoj edhe me që kam informacion, për të bërë të mundur që takimet në mirdit nuk jenë takime thjesht populiste, po takime ku diskutohet realisht mbi tasmën e mirditës, pra një vizion të caktuar mbi mirditën. Me kompetencët që kanë sot pushteti vendor edhe në mirdit, marrin ju përmendën rentën minerare. Sa përfiton mirdita nga renta minerare? Qesharani është. Mirdita përfiton nga renta minerare që ta dini ju. Na ka shpalostu kryetari i bashkisë. 1.200.000 lekë vjetër. Të mërshme. 1.200.000 lekë vjetër nga shpenzimi i bazalteve. Edhe bazaltit kaq kanë? Ka qenë komplet në total. Ja, çfarë thua? Pse? Sepse nuk bëhet një analizë serioze. Nuk ka një raport serioz, se janë centralizuar. Doganin e ka qeverisja qendrore. Dhe ai të raporton në dogan se një pjesë shkopa dogan, se dihet. Dhe të raporton atë që dën. Po a mbin njëri mu se duhet të jetë kaq renta minerale? Dhe pse renta minerale duhet t'japi 6%? Se e 5% dhe nuk e 20%. Ajo komuna me 168 banor në Spanjë, a di pse kisha 2 milionë euro? Se kishte pikërisht to. Po pik. Resurset, cilët po normal Logjike po. Po kur unë disa herë sepse mirdita vetëm me resurse duhet jetonte mirë. Gjergj, unë disa Duhet herë ishte bën vetë investimet. disa herë theksove decentralizimi. Decentralizimi do të thotë decentralizimi fiskal. Pra heqja dorë e qeverisë nga disa funksione të cilët sjellin darë tek pushteti vendor. Qofse nuk ndodh kjo, atëherë të bëjnë reforma sa duhet, se një të gjendë do jetë dhe mas 10 vjeç. Se reformat ndërkombëtare nuk bën i herë në vit, i herë në 2 vjet. Por po ti lëshosh, po ti bësh to. Bësh decentralizim fiskal. Edhe të pjesë tatim fitimin që kanë kompanitë, i derdhin në bashki, nëpërmjet ligjit natyrisht shtetit. Atëherë rritet buxheti i bashkimit. Shton mundësitë për përmirësuar infrastrukturën. Pra, krijon mundësitë që njerëzit edhe të rikthehen. Se ne flasim shumë për shpopullimin, ka ndodhur shpopullim. Lëvizja e njerëzve ka filluar mas vitit 90. Nuk është një lëvizje por është thelluar shumë të vitet e fundit. Pse edhe për shkak të ndodhive që kanë ndodhur. Për shkak të ndërhyrjeve në burimet ujore. Jo vetëm Mirdit, po në gjithë Shqipërinë. Dhe rrjedhimisht çfarë do bëjmë fshatarët e tjerë, po i hoqë burimet ujore. Ku do ikë? Do të ikë për aty. Dhe rrjedhimisht unë mendoj gjë që kjo është një reformë tërësore. Nuk është reformë që mund të bëhet vetëm me një lëvizje. Kjo do të pa gjithë ato. Nëse s'bëhet decentralizimi, nëse s'bëhet rajonizimi në drejtim zhvillimit, se marrim një shembull. Sa bashkitë trajtojnë zhvillimin ekonomik? Po thuj se fare, se s'kanë mundësi me zhvillu. Nëse do të bëhet rajonizimi i Shqipërisë, të disa rajone, krijohet mundësia që nëpërmjet delegimit fondeve të shtetit për rajonet, të jepet mundësia rajonet që të nxisin zhvillimin ekonomik. Të bëhen politika ekonomike. Pra, çka ka bashkia në dorë? Bashkia në dorë mund të krijohet në marrë përbashkët mbas ligjit me biznesin, që nuk i ka bën, sepse llafet janë të mëdha. Po bën një institucion lokal me një biznes tu, ai do të likë, është vjedhje. E dyta, pronat publike që ka bashkia. Ne se kemi të regjistruar. Se s'kemi burime financiare me regjistru. Dhe e dyta, ata do të jepet, do të nxjerrin në kënd, në mënyrë që ata të jenë burim financiar për ato. Po, a ban ky lloj burimi financiar atë që për zhvilluar Mirditën? Jo.
pra decentralizimi, marrja fiskal dhe marrë një pjesë të ardhurave që ka shteti, dhe dërgimin në pushtetet vendor, pra kalimi nga shtetit tek bashkitë dhe rajonet, bën mundur që bashkitë kenë më shumë frymare, më shumë hapësirë, dhe duke pas frymare hapësirë dhe përzgjedhje të kenë më, sepse rritet përgjegjësia që është, dalim tek burimet njerëzore. A kanë sot bashkitë burimet njerëzore të cilat të bëjnë të mundur që të ballafaqohen me fondin e Bashkimit Evropian, siç është e ardhme e saj. Unë mendoj se nuk i kanë. Dy shembull janë në rajonin e Lezhës për mënyrën se janë përzgjedhur ato. Është themelimi i agjencisë Lertën në qarkun e Lezhës, në kohën kur ka qenë kryetar Pargjoni, i cili ka bërë rekrutime gjithë punojësve nëpërmjet konkursi. Konkurs dhe me ekspert lokal nga Kroacia, që Kroacia është një ndër vendet që ka më zhvilluar agjencitë e zhvillimit rajonal. Dhe ekspertja bashkë me dy ekspertë të jashtëm nga qarku kanë ardhur dhe kanë bërë testime 34 punojësve, në cilën kanë dalë 4 punojës. Dhe një punojës tjetër kemi marrë me kontratë do bëhen 5 vetë, do bëhet Agjencia e Zhvillimit Rajonal Lerta. Ajo cila do të jetë prirja e zhvillimit të rajoneve, pra të kenë një agjenci që të përfitojë fondet e Bashkimit Evropian. Që janë fondet kohezionit. Që kanë mirë me fut në konkurimin për bashkinë. Ajo se shkoi plasin syt më kryetarin e bashkisë. E dyta, do të dalë tek kjo. Kudo, do të dalë tek kjo. Roje pastruesi punë shkërkën. O Gjergj, do të dalë tek kjo. Dhe e dyta është rasti i Fukullës, kur zonja Graf ka kumulur që ata duhet merren me konkurs. Absolutisht. Dhe janë marrë njerëz me kapacitete të cilët çojnë përpara punës. Janë 3 specialistë shkëlqyra. Pra, modelet në rajonin e Lezhës ke 2 modele ku zgjidhen me konkurs dhe bëhet më mirë. A ka problem se me bë bashkia këtë gjë? S'ka problem. Po, mund ta bëj. Mund ta bëjë. Mund ta bëjë dhe duhet. Po duhet hedh maskarave jo vetëm mund ta bëjë, por duhet ta bëjë. Sepse kjo është e ardhme e bashkive. Më fal, kjo është e ardhme. Natyrisht që kam dhënë pjesë për sistem. Po në rregull pra. A shumë kallaj me specialist, a shumë të mirë, a shumë kallaj sepse gjenë venin. Se kur ishni ju, shkojnë direkt, tjetri ka shku në Krujë, pas në rregull, në Shkodër, ne luan vërdo. Specialist ku më pas mirdita të ketë një urbanist, mirdita ku ta ketë, në vëlla. Arkitekt ku ta ketë. IT që janë të mirë, jurist të mirë. Pa shumë rëndësi kjo. Unë mendoj se edhe në Bashkinë e Verdisë, në kapacitetet aktuale, ka një ekip, një grup njerëzish, të cilët kanë dëshirë për punë, por kanë dhe kapacitete. Që është jashtme vull lëvizje. Kjo është pjesa. Dhe një ndër këto është edhe kjo që ne, do të thënë, kjo lloj reforme do të bëjë një gjë të tillë, unë jam i sigurt që të ndryshojë diçka. Bëjë gjë të tillë që ne bashkitë merren në çështjen e zhvillimit ekonomik. Që zhvillosh që të merresh me çështjen e zhvillimit ekonomik duan kapacitet. Redimisht do kërkohen të kapacitet për të bërë. Në mënyrë që ti bën lëvizje. Ti beson se kjo reformë do t'i shkruani bashkitë? Unë nëse bëhen me këtë parim që thashë. Po me këtë parim, do i fusin kanalet e duhur. Futën kanalet e duhur se shkosh Bashkimi Evropian nuk e ka shkon. Po ka të ikësh. Ti do të bësh një projekt. Se do bësh projekte. Unë për shembull, po si bën dot si. Mu gara me shku disa herë si përfaqësues, jo si zbatues i projekt, se këto bëhen nëpërmjet asaj njësisë dhe Infokullës. Dhe shoh gjëra që, domethënë, është gjëra shumë pozitive, që projektet e Bashkimit Evropian zbatohen edhe nga bashkitë vogla. Pa projektet IPA cross-border me Kosovën. Dhe përsëria është aplikuar. Pra, ekzistojnë mundësitë, ekzistojnë modelet. Kështu që e çështja është me i punë lëvizje, edhe në fusha të tjera, jo vetëm këta. Edhe në konkurimet që janë mrena shtetit. Për shembull, Ministria e Kulturës, çështje sociale, kanë projekte të cilat ne duhet të aplikojmë. Ministria e Bujqësisë. Ministria e Bujqësisë. Pra, në këtë kontekst ne duhet të nxisim vetë mekanizmin mrena bashkisë, që bashkitë, dekët e bashkisë, mos jeni drejtoritë e bashkisë, mos jeni drejtori që kërkojnë parë nga bashkia, po të sillin fondet në bashki. Edhe ky është ti themi gjë se ky është efektiviteti real i një punojësi. Po flas pak për vete. Mban mend drejtori kulturë? Mirdit? Okej. 15 vite Marko e din. 15 vite zero buxhetin e bashkisë për kulturën. Po i thon pak minimalisht do të ishin 20 milion, që ta dinë njerëzit po thonë publikisht. Po minimalisht 20 milion do të ishin, se s'ban 20 milion në vit. 15 herë 20, 300 milion lekë, unë kam kursuar bashkisë. Me koshiencën më të lartë, ama janë bën punë, janë bën gjëra.
Ka animu Mariana Graf, ka animu kanë emigrantë pas, e ato tjerë, s'patohen. organizata tjerë, por kanë ndihmuar dhe është bërë e gjë. Dhe në këtë sens, Marko e thotë shumë drejt që drejtori që janë, agjensi që bëhen e tjerë, sektor që janë e tjerë, nuk duhet vegjetojnë dhe t'i shkojnë kryetarit bashkisë, unë duhet jem tu, jam tu, marr rrogën, pi kafen gjithë ditën. Pra kjo është, që ta furnizosh Jo, po bashkisë. duhet të ketë dhe indikator max për Po, punën. pikërisht, indikatorë. Dhe ky është indikatori është projekti Një që merr. nga kryesore është kjo. Po. Çaj sjellti bashkisë. Projekti po që Jo çaj merr nga bashkia. Bravo, okay. Unë Kjo- jam shumë me te. Kjo Tani- është Tani shkojmë edhe ke i pyetje e fundit që kam unë ndërkohë që për shembull ti thu bashkia Kurbinit, po ke parasysh edhe atë Mamurasin, ke parasysh edhe Milotin, ke parasysh ku diun Fushkuqin, ku diun njësit. A janë njësit? Gjitha njësit. Gjitha njësit. Po, Edhe- njësit. Po pra, gati tu flitet për një lloj decentralizimi edhe mbrana konceptit një bashkie, ku cilin ne kemi një material, edhe ti do të më japish një përgjigje pastaj si e mendon që të funksionojnë dhe si duhet të zhvillohen edhe vetë njësitë. Ndjekim Maznikun prap te pjeca ku flet për njësitë administrative. Ne kemi vënë re, çfarë do bëhet me njësitë administrative, por shumë është menduar se sot kryetari i njësisë administrative nuk zgjidhet. E mëron o drejtuesi politik, s'ka rëndësi i cili partije, po drejtuesi politik i qarkut ose kryetari i bashkisë. Ai nuk është i zgjedhur. Në fundit çelësat e kashtës ka. Tani kjo është një pyetje shumë e drejtë dhe është një ndërhyshime që duhet bërë në mënyrën se si neve mund të kemi një nivel më të lartë demokracie dhe ndërveprimi midis njerëzve në nivel afër sa më shumë njerëzve. Një ndër parimet kryesore të pushtetit vendor, po që është një ndër parimet fakt dhe të Bashkimit Evropian, quhet parimi i subsidiaritetit, i cili thotë që duhet që çdo shërbim i ofrohet njerëzve në nivelin më të afërt të mundshëm ku mund t'i ofrohet. Por kjo ka dy pjesë. E para duhet ta ofrojmë shërbimin sa më afërt i të mundur, por duhet ta ofrojmë diku që është e mundur të ofrohet. Diskutimi është padyshim kjo mënyra se si zgjidhet një administrator apo si zgjidhet një i zgjedhur vendor, por duhet lidhur dhe me sa fuqi ka ai për të ofruar shërbim. Pra, nuk është çështja, si nëse dikush ka çështën e kashtës, se është i emëruar apo se është i zgjedhur. E thash në mënyrë figurative, Jo, në mënyrë figurative po përgjigjem dhe unë. Nuk i ndron gjë mënyra se si i ka marrë çështën e kashtës, përsa kur janë çështja kashte. Pra, thelbi logjikës është që ne duhet diskutojmë për sërish e them, ke kompetencat dhe ke elementet ligjor që lidhen me kompetencat. Dhe duhet të sigurohemi që në secilin prej niveleve ne kemi njerëz të cilët kanë një kompetencë qartë, kanë një detyrë të qartë dhe kanë mjetet. Dhe kur flas për mjetet, flas për njerëzit dhe burimet financiare të nevojshme për të realizuar detyrën që kanë për të realizuar. Tani e ke parasysh njësitë administrative, si kanë funksionuar dhe si mendon ti se duhet të funksionojnë? Mbi parimet që tha dhe a mendon se do të funksionojnë, se arti dëgjon se çfarë thot atje në kryet, se thoshim dikur çfarë thot i madhi dhe uji është i pastër atje, po vjen bëhet lum te i poshtë. Më e bukur është sepse kryetarët e bashkive zhvillojnë zgjedhje për kryepleq. E pa që zgjedhin kryepleq zgjedhin me votë. Bravo, i zgjedhin popull. Ndërsa ato zgjedhin edhe bëhet luftë e madhe me. Po shumë, po ja ke vullmet. Gjithë ato mlidhin këtë fshati ty me zgjedh kryetarin. 56.000 lekë me raj, ku diu sa, çka kshosh. Pa rroki e fusin në mburg shkretit se dikush atje mund të ketë miell në gjallë. Në gjallë. Po vërtetësisht mund mos ketë shkuar si ditë atje. Po. Por atë drejtuesi i njësisë, jo, ata do ta emëroj kryetari. Se s'ban kryetari sepse. Po do të bëjnë çfarë thoi kryetari. Po. Ose nëse nuk do të bëjnë si thoi kryetari, nesër ne ik, largohet. Kjo është një prej tu fillon qëllimi. Greç që kaq i madh. Të zgjedh kryeplakun me zgjedhje, me votë. Edhe nuk zgjedh administratorin. Administratorin, ja, administratorin do ta emëroj ai. No, kjo është gabim shumë i madh. Atëherë duhet të ketë disa parime. Ka konkurse. Po, mirë, e tham të gjë. Tani po tjetra është edhe për sa i përket kompetencave. Kompetencat dhe buxhetimeve. Çfarë kompetencë ka ai i njësisë administrative? Unë deri më sot nuk kam një gjuhë, as me marr një punojës në punë, nuk ka drejt. S'ka drejt. Domethënë, ai thjesht mirë pas sa thonë ai çelësat e kashtës. Për mendejon nuk ka çelës fare ai. Domethënë, jo çelës në garë, po s'ka çelës fare. Ai vetëm merr çat rrogë. Edhe nuk ka shans as me i thonë ti punojës sepse s'ke ardhur. Mos morrim kafe, hajde futëm në punë. As të së në bëje, sepse ka ai. E ka vënë kryetari. E ka ai pasha atje.
Shumë e bukur. Ndërsa për sa i përket buxhetit, jo kur ati si len në i kompetencë të vogël lek për më shpërndarë të zbat fjallë. Okej, pra, ne po flasim për bashkitë e re. Bashki që do bëhen. Do bëhen me një kriter tjetër. Falje, valla. Nuk mund bëhet, për ndryshe s'ka nevojë me Ta bën reformë bëhe se fare. bëhe po su bo e Po, specifikuar pra, në edhe një ligj, herë. Po pra, ne po ligj për kompetencën dhe për mënyrën e funksionimit eksakt, tjerat janë ashkelin. pra, ne po themi që do të flasin komunitetin, se për shembull ti po flet, i folje. Thjesht u çove, folje vetë, shkrujte, u bë pjesë e publikut, son po të mos ishe fol ti, sot si ishe tu. Okej, pra ka i logjikë të mes. Pra ne do t'i bëjmë njerëzit me fol. Edhe atje kur shkojmë, edhe kur shkojmë në rubik të fjala vjen ose kur shkojmë mamurës, kur shkojmë, po do të flasim për fuqizimin e rolit njësisë administrative. Kaq është e gjitha, Mark. Ky është një problem, domethënë, në situatën aktuale, nuk e di si s'mund të shkojë me reformën e territoriale. Situatën aktuale varet nga vullneti i drejtuesit lokal. Drejtuesi lokal ka gjithë tagrin dhe gjithë kompetencat që delegoj kompetencat në njësitë administrative. Edhe për sa i përket investimeve, edhe për sa i përket shërbimit social, edhe për sa i përket dhënies së certifikatave, të cilët nuk do të jenë kurrë që të vinë rrëshën nga kaqinari me marrje certifikat. Për shërbimin social nga kaqinari për ta rrëshën me marrje certifikat. Pra, nga disa kompetenca të cilët du t'i japi bashkia dhe t'i provojë dhe ta, dhe t'i provojë në kushtet e sotme. T'i provojë se t'i plotësojë me kapacitet dhe t'i provojë në drejtim të menaxhimit dhe të fondeve të vogla për bashkitë. Ta zënë, ka një fond rësjellë si 10 milion lekë. Provoje njësinë administrative se si e përcjell nga prokurimi deri në rrugë. Kjo lind nevoja e përzgjedhjes njerëzve, se si do të futen në administratë njerëz. Nëse ti merr njerëz që s'kan lidhje me punën administrative, atëherë është e kohë ata përsëri, si tha i burri huaj, ta qesh se kas do kenë. Kështu që në këtë kontekst varet me këtë ligj që është ligj, nuk është puna se e bën kryetarët. Ligji është i tillë që ata s'kan asnjë lloj kompetence, sepse mënyra zgjedhjes tyre nuk bëhet me votë, se vota ka mandat fort si s'ka kryetari i bashkisë. E tha bukur avokati. Por Zgjidhet ky pleqsh. zgjidhet e njëjta gjë. Unë më mend para 20 vitesh nuk ka pas asnjë kërplak që është emëruar pak në 8 vite që kam qenë unë. Ndërsa tash emërohen kërplak. Nuk flas për Mirdi, por flas kudo. Në gjithë Shqipërinë. Si emërohet kërplaku kur ai është duhet bëhet zgjedhje me votë. Me votë. S'vot, atëherë ke mandat si kërplak. Njëta gjë për njësitë administrative. Njëta gjë është nëse ne do bëjmë reformë, do të miratohet rajonet, zgjedhja e kryetarit të rajoneve, do të bëhet me votë. Me votë popullore, po dhe këshillat me votë popullore. Pse do të bëhet me votë? Që ai të ketë mandat shumë fort. Por politika e madhe gjithmonë ka frikë nga ardha e kapacitetet të mëdha drejt afër tyre që bën konkurrent nesër, sepse ky ka mandat shumë fort duke qenë kryetar rajoni. Marrim shembujt e Bashkimit Evropian. Kryetarët e rajoneve kanë shkuar deri në senator, deri në ministra. Pra zgjidhen kapacitete të cilat natyrisht bën fresë në politikës madhe si është rasti këtu tek ne. Nuk ka pse me pas frikë politika nga kapacitetet. Pse? Vetëm përpara që kanë thënë. Nëse ne mbyllim me karshi kësaj gjë, që ne s'pranojmë, atëherë do vazhdohet me sistemin që vazhduhet deri më sot dhe niveli i përfaqësimit politik do fillojë të bijë nga vit në vit, nga 4 vjeçar në 4 vjeçar. Pra mënyra se si zgjidhet një kryetar bashkie, një kryetar rajoni, një kryetar njësie administrative, me votë apo me emërim, është ajo të cilin ka të bëjmë atë që e nesërme e këtyre institucion që mbulojnë këta njerëz, do të jetë gjithmonë me vakët. Okej, dhe pyetja fundit që ka të bëjë, që është një problem që është gjithandej, po diskutohet edhe ke reforma territoriale, diskutohet në mënyrën si funksionojnë bashkitë, pra qeverisit vendore, e kanë problem pothuajse të gjitha bashkitë e vendit, sidomos bashkitë që janë më në provincë. Sa Tirana është pak më ndryshe, je në kontakt me median kombëtar, je në kontakt me një klasë intelektuale më të lartë dhe me radhë. Te këshillat, kur do të hiqet modeli i nxjerrjes anëtarëve të këshillit përmes fisëve? Edhe përmes kalkulimeve që bëhen në përfise,
pikërisht edhe nga drejtuesit e bashkive, ata që bën këtë bashkie, ju intereson që të kenë numrat përmes fisë, ku vinë njerëz cilët as nuk kanë eksperiencë, as nuk kanë shkollim, as nuk sillin gjë, as nuk janë komunitar, as gjë fare, vetëm janë njerëz që vinë nga ato partizat e vogla njëra tjetrën dhe marrin dhe japin ndikimin duke marrë vendime këshilli absolutisht përkundër interesave të komuniteteve dhe kanë sjellë një kolaps funksional të bashkive se si duhet të jenë. Nuk e di kjo gjë sa është në Kurbin, po është edhe mirë ditë. Unë e di shumë mirë që zora tona është gjithandej. Teoria e fisit për të çu antarët e Këshillit sipas këtij modeli skandaloz. Kjo gjë është një realitet, ne duhet ta pranojmë se është një realitet. Është realitet, por me këtë lloj situate që është sot, me këto kompetencë që ka, kjo ka të bëjë parë me mungesa e emancipimit të forcave politike. Vetë forca politike nuk kanë as civilizuar në Shqipëri që të bëjnë kapacitetet reale në listat e Këshillit. E dyta, ndërgjegjësimi qytetar. Se këto njerëz votohen. Si votohen ato? Njerëz kur është pa shkollë, me 8 klasë, del në antar Këshillit. Jo ka pasi ka uzmar, po marrin informacionet e mëdha politike. Ishin të Rregull, vetë, pra, sot luftohet me dal kryetari, Po pra, ja pun antarin e Këshillit, po nxjerr kryetarin. fal pra, Kjo shkatron krejt sistemin. jam dakord pra, por jam do të thënë, kjo është mungesë e emancipimi, forca politike. Forca politike do vënë kapacitete dhe në kandidaturat për lista Këshillit. Por edhe ndërgjegjja e njerëzve që votohet me fis është e tmerrshme. Njerëzit votojnë pa ndërgjegjen e duhur, thotë jam bla dhënë se kam kushtrim, jam bla dhënë se kam fis. Pra, do një shkallë të lartë emancipimi dhe zgjedhjeve, po dhe forca politike për vënë kapacitete të cilët ndihmojnë në punë të bashkive, nëpërmjet pjesëmarrjes në Këshillin Bashkiak, por dhe kanë kapacitetin e duhur për të bërë një gjë të tillë. E qartë, po konfigurimi i bashkive të reja me këtë reformë territoriale, a mendon që do të sjellë një qasje pak më ndryshe ose më ndryshe? Unë mendoj se po. Thelbësisht. Unë mendoj se po. Se përderisa do të kemi të bëjmë me projekte të mëdha. Unë mendoj se po. Kjo përsëri jam do të thënë ritheksor. Por ne ne i qumë gjërat kalume, po votoj për një, po votoj për një. Por humim 4 vjet. Dhe ky është problemi. Problemi është se nuk merren vendimet e duhura nga njerëz cilët nuk kanë nivel e duhur. Atëherë fillohen grupimet për blloku punën e Këshillit, për blloku investimet, dhe në këtë formë bashkitë nuk kanë performancë të duhur në raport me qytetarët. Nuk zgjidh problemin që kanë qytetarët. Problemi fillon nga emancipimi i forcave politike. Forcat politike duhet të jenë përgjegjshme për këtë pjesë. Ne nuk e kemi këtë shkallë të, sepse menojmë gjithmonë tek numrat. Po të numrat. Nëse ne merrem me numrat, Jo, ky është edhe një trafik, Mark. Është edhe një trafik dhe unë po them me përgjithësinë më të plotë. Përmes antarëve të Këshillit që zgjidhen me këtë mënyrë dhe sidomos përmes fisëve të tjerë, është një trafik në ndikim për vend e punë. patjetër. Për hierarki, për zgjedhje, drejtorë që ku dihet me radhë, sepse un kam fisin tim dhe unë i forti, i fisit tim i tjerë që kam pru kaq antarë Këshillit me radhë, ti je detyruar me bën kështu. Dhe kjo gjë duhet të marr fund një herë e mirë. Sidomos në zonat tona. Fal, rezistenca është, se mund të bëhet, se ke ligj pikërisht për shërbimin civil, për pranimin administrativ, avokati i din më mirë. Nëse këto zbatohen nga burimet njerëzor, apo nga bashkitë, kjo është e pamundur që të futem me këtë lloj me trafikin influencë. Sepse ka ligjin, nëse futem në këtë formë, niveli administrativ do të bie gjithmonë në ulje dhe raporti shërbimi me komunitetin gjithmonë do të bie. Kjo është realja. Pra, secili do të bëjë punën e vet. Nëse ka një ligj për pranimin punë të punojësve, ai ligj zbatohet prandaj, se ka kritere. Kriteri kryesor është shkolla. Avokat, besoj këtij mendimi. Nuk ka fisi. Po e qartë. Tani, në lidhje me këtë çështje, unë përpiqem të shkoj pak më shumë. Në një Këshilli Bashkiak, për shembull, bie fjala i Lezhës. Minimalisht do të ketë nga çdo sektor, do të ketë një profesionist mrena në këshill. Çfarë do të thotë? Është e domosdoshme që ketë minimalisht një ekonomist. Së zban do të ketë një urbanist, një inxhinier ndërtimi, një jurist, nga gjitha këto një mësues. Dhe sidomos kur vini ndërtohen komisionet. Se zban do t'i ketë, sepse gjithë këta do të trajtojnë çështje të cilat janë pastaj për jetën në komunitetit, sepse do vendosin fatin e komunitetit.
fakti që këto nuk kanë ndodhur, është një ngërç shumë i madh që ndodhet aty. Sepse ç'a bën? Kryetari i bashkisë përdor çdo lloj forme, çdo lloj manipulimi për t'i josh ose për t'i orientu drejt asaj që ai don me sepse me arrit. numrin. numri ka duhet kryer atij. numrat, pra, Po, ka kryer numri numrat. duhet atij. Ta ke Edhe më ç'a qenë sot gjë? me nxjerr E vendim. ç'a baj? Shiko ato partisë vet i vëmrresht, në shkojnë pastaj Tjerë. i sejonja 4-5 pon tjetër, arrit qëllimin e vet për të shkuar aty ku do më shku. Nëse ai, për shembull, do të japi një leje ndërtimi, kjo leje ndërtimi bie fjala, do të kalojë nëpërmjet këshillit, por në këshill ndodhet një inxhinier dhe një ekonomist. Thot inxhinieri thot jo, thot nuk duhet ndërtu një ndërtesë me 7 kate këtu sepse nuk lejohet. Para mua dhe ekonomisti thot me këtë buxhet që ka ky s'mund e bëjë këtë E pallat. qartë. Dhe automatikisht ajo leje nuk jepet. Okej, pra nuk kemi ma Nëse konflikt aty- e interesi. Po, nëse aty Futet. do të shkojnë ca ignorant Futet nyja. që nuk ja kanë Po, haberin, edhe ngrenë dorën, se nga edhe. lidha ai vetëm Ngrenë ngrenë dorën, dorën e po, logjika atëherë pastaj do të shkojnë punë për sprapsht. Okej, mirë. Unë nuk besoj që këto kanë për të arrit. Fakti që ata mbajnë antarët e këshillit që në qelizën e parë kur fillohet për mu votu për kryetar dhe për antarë këshillit bashkiak. Atë lista për këshilltar mban pek dhe kryetarin. Mhm. Sa po të vjen lista këtu, bëhet lista, dalin Hatërmetja. Ngel Hatri, se s'm futi Gjergji sot në listë antarë të këshillit, sepse unë e meritosha se jam burri më i mirë i të gjithëve. Normal nesër i dal kundër Gjergji. Ja u prish i lloj balance, mund ta meritoshe ti votën, sepse mund të ishe më i aftë, ja u prish. Dol tjetri që unë hika prej këtij, u hiku edhe i tjetër, edhe kështu ndodh dhe ja u prish dhe sistemi i asaj ku duhet shkojnë në të vërtetë vota. Po, e qartë. Nuk po Prishet. shkojmë më thellë me këtë, sepse deshëm vetëm ta cekim këtë, se kjo kërkon një emision. Po saqem vetëm për si funksionon këshilla dhe pse jo mos e kemi më vonë. Unë ju falenderoj të dyve që ishi këtu, zoti Rushi, falenderoj si ekspert për gjithë fjalët e tuara. Falenderoj avokatin për kumtin tonë që më nxiti, me thënë drejtën, më ka nxit për këtë mënyrë organizimi këtij emisioni, të përcjell këtë strukturë. Domethënë, ai kumt më ka nxit, kumti jot. Atje për Kurbinin që e mendova që nuk është vetëm për Kurbinin, po edhe për Mirditën, po edhe për zonat tjera, në Tropojë, në Has, e në vende tjera. Kështu që ishte shumë kënaqësi, ndërkohë që unë do t'ju bëja një apel, drejtuesve vendore. Dhe tha Marko që tashmë në diskutimin e reformës territoriale 3 kanë shumë rëndësi mënyra se si do i qasën kryetarët e bashkive, domethënë si do ta inspirojnë, si do ta mendojnë që të mos merret vetëm shoqëria civile që merret në mënyrën e vet përmes rrjeteve sociale, organizimit, për shembull për Mirditën, është dhe Unioni Mirdita, unë lexova diçka edhe për Unionin Mirdita, Fatjoni që e ngrit shumë mirë, një zë që u ngrit dhe shkoi deri në komision, janë dhe tjerë që duan të organizohen dhe të flasin kështu, disa me flamurin patriotik, disa me mendime racionale, etj. Gjitha do funksionojnë, të gjithë do jenë, por ama kur drejtuesit e bashkisë, pra drejtuesi i bashkisë, i cili krijon një komision rreth vetes me të mençur, me urtak, me ekspert të mirëfillt, unë do ja u sugjeroja, qoftë Albert Melyushit në Mirdit, Alberti dashur ta bësh këtë gjë, sepse do të funksionojë shumë mirë dhe do të bëhet i gjë shumë mirë për Mirditën, qoftë Majlindës në Kurbin gjithashtu, Pierinit në Pierin Dreu, zotit Dreu këtu në Lezhë, Ilës atje që është në Fushars, edhe Rrogut e Merat, pra të gjithë drejtuesit e bashkive dhe gjithë deputetët, sidomos deputetët, në moment që është ngrit komisioni dhe fati mirë që ka pas një mirëkuptim politik, sepse mund të ishte i anshëm, mund të ishte bërë thjesht dhe mas e marë kjo që gjëja e mirë që për herë të parë hiku koncepti i bojkotit, që është i tmerrshëm në demokraci bojkoti. Dhe në këtë rast kemi një komision dypalsh, shumë i rëndësishëm kjo, ama tani duhet të fillojnë edhe deputetët e kuvenit e kanë detyrë sepse komisioni rrjedh nga parlamenti dhe normal komisionin uroj që të ketë një zgjidhje efikase dhe të vijë një funksionalitet më i mirë, më rentabël dhe më afër popullatave që janë në gjithë Shqipërinë. Ju falenderoj edhe një herë të dyve, falenderoj edhe ju nderuar të shikues që na ndoqët në këtë
emision do jemi sërish së bashku me mua Gjergj Marku në emisionet e tjera këtu në kuvend në Agrolis TV. Mirupafshim.